Mirëmbrëma të gjithëve. Fati politik i numri 2 të qeverisë zonjës Belinda Balluku mbetet debati kryesor në politikën shqiptare. Në fundjavë, gjykata kushtetuese me një vendim 4-4, ose më saktë duke mos marrë vendim, la në fuqi vendimin e gjykatës së posaçme, e cila pezullonte nga detyra numrin 2 të qeverisë. Menjëherë filluan reagimet, sot në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama e ka konsideruar tërësisht të papranueshëm një budallallëk, po e citoj, vendimin e gjykatës kushtetuese, si dhe ka lënë qartë të kuptohet se mandati, imuniteti i deputetes Belinda Balluku nuk është një urgjencë për të shqyrtuar nga parlamenti, madje la qartë të kuptohet se edhe mundet mos shqyrtohet kërkesa e SPAK-ut për të hequr imunitetin e zonjës Balluku. Ndërkohë, ai paralajmëroi dhe ndryshime në legjislacion, duke thënë qartë se nuk do lejoj që një trup gjykuese të pezulloj nga detyra një antar të qeverisë. Çfarë po ndodh? Përse ka një ndryshim 180 gradë nga qëndrimi i kryeministrit dhe i Partisë Socialiste, kur pak vite më parë, për të gjithë që zyrtarët socialistë që shkonin në dyert e drejtësisë, Rama paralajmëronte qartë dhe prerë se Partia Socialiste nuk është një zyrë avokatie, ndërkohë që për zonjën Balluku po ndodh krejt e kundërta. Çfarë do të ndodh më pas? A do ta marrë parlamenti në shqyrtim kërkesën e SPAK-ut dhe si do të jenë mëtej zhvillimet politike në vend? Kjo do jetë tema e emisionit të sotëm, për të cilin kam një panel me 4 të ftuar. Është zoti Shemsi Prençi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zoti Edmond Petraj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zoti Poli Hoxha, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Leonard Karaj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ndërsa në lidhje direkte Kreshnik Sfaju. Kreshnik, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kreshnik, çfarë pasojash ka ky vendimi 4-4? Që ka vendim, s'ka vendim dhe çfarë ndodh në një rrethan të tillë të krijuar me fatin e zonjës Balluku? Tani, realisht vendimi i gjykatës kushtetuese ka përmasa për 8 çështjes që gjykohen. E them këtë për shkak sepse krijon një praktik qoftë administrative, qoftë gjyqësore në të ardhmen. Vendimi i 2 ditëve më parë, pavarësisht se ishte barazim në bazë kushtetutës dhe ligjin për funksionimin dhe organizimin e gjykatës kushtetuese, konsiderohet një rrëzim i kërkesës së qeverisë dhe lënien në fuqi e masës së gjykatës për pezullimin nga detyrat të zonjës Balluku. Ky është efekti juridik i drejt për këtë çështje. Por nga ana tjetër, e gjithë zhurma politike nuk lidhet vetëm me zonjën Balluku. Të gjithë ata të cilët mediatikisht mendojnë, gjykojnë se Rama po mbron Ballukun, do të thoja që Rama nuk po mbron Ballukun. Rama po mbron në një farë mënyre balancën e pushtetit dhe po mbron efektet që mund të ketë në të ardhmen një precedent negativ ku një kërkesë e tillë teorikisht mund të bëhet edhe për kryeministrin e Shqipërisë. Që do të thotë, nëse gjykata ka vlerësuar që antarët e kabinetit nuk kanë imunitet të barabartë me deputetit, ku efektet e masës ndaluese të pezullimit nga detyra, gjykata mund t'i aplikojë për antarët e kabinetit, këtu nuk bëhet fjalë më për Balluku. Çështja Balluku i përket tashmë jo së tashmës, i përket të shkuarës. Debati politik është nëse përse i përket të shkuarës juridike do të vazhdojë. Çfarë efekti ka? Përse i përket të shkuarës? Dëgjoj, i përket të shkuarës, sepse kjo çështje tashmë konsiderohet e gjykuar për sa i përket efektit të masës ndaluese. Pra, tashmë ajo nuk zhbëhet.
nuk zhbohet për faktin sepse instanca më e lartë e ka vlerësuar që është Pra e ligjshme. Balluku nuk mund të shkojë më në zyrë. Kjo është një histori e mbyllur. Jo. Kjo historia e vajtjes në zyrë është tërësisht e mbyllur, por i vetmi debat për çështjen Balluku është nëse mund të ekzistojnë paralelisht dy masa shtrënguese e sigurimit të arrestit dhe masa e pezullimit nga detyra, sepse teorikisht nëse ti arreston një njeri, ç'efekt ka masa e pezullimit nga detyra? Ligjvënësi, kur i ka krijuar këto dy masa, ka krijuar që ti e pezullon nga detyra një person që s'e ke arrestuar. Po kjo i përket një historie më të gjatë, që do të thotë masa arrestit u kërkua sepse u bë e pamundur pezullimi, sepse gjykata kushtetuese mori një masë të përkohshme për të pezulluar pezullimin. Dhe për këtë efekt, por në momentin kur Belinda Balluku është pezulluar nga detyra, kemi në fuqi masën e pezullimit nga detyra. Pra ligjvënësi nuk ka krijuar dy masa njëkohësisht. Pra ligjvënësi ka krijuar masën e pezullimit nga detyra për personat që nuk arrestohen. Se është si të pezullosh nga detyra një njeri të vdekur. Kështu është, sepse juridikisht një person i arrestuar nuk është i lirë, liria e tij ka vdekur, është kufizuar. Dhe për këtë arsye nuk janë dy masa që qëndrojnë, por ajo që dua ta them me një fjali që ta mbyll, socialistët po përgatiten për të ndryshuar kodin e procedurës. Do flasim më pas. Zoti Premçi, po kishe një fjali të fundit Kreshnik? Po, ideja është që prokuroria dhe gjykata kanë shfrytzuar një paaftësi absolute të parlamentarëve shqiptarë, që do të thotë ligjvënësit në 2012, kur kanë kufizuar imunitetin e deputetëve apo anëtarëve të kabinetit e tjerë, nuk e kanë pasur të qartë dhe kanë lënë shtek për interpretime për çështjen e imunitetit dhe përjashtimeve nga ligji për anëtarët e kabinetit, duke mos i barazuar ata me deputetët. Zoti Premçi, efektet e këtij vendimi? Unë perceptoj ndryshe sepse me sa e perceptoj unë, që nga viti 2012 kur janë bërë ndryshimet, as deputetët dhe as ministrat nuk kanë imunitet. Ato kanë mandatin, po jo imunitetin për të mbrojtur nga procedimet penale. Parë në këtë kontekst, edhe SPAK-u, edhe gjykata e posaçme, kanë marrë vendime në përputhje me ligjin, duke i patur parasysh këto aspekte ligjore dhe kushtetuese. Këtë debat tani u bën 3 muaj që e zhvillojmë. Dhe në fund u arrit atje ku ne kemi interpretuar dhe herë tjera që gjykata kushtetuese prandaj dhe vajti në një vendim me mos vendim, pavarësisht se ai shumë shpejt do të zbardhet dhe tek interpretimi që do bëhet në zbardhjen e vendimit, aty do të kuptojmë qartasi çfarë ka gjetë gjykata kushtetuese. Dhe normalisht në atë pjesën e parë të trajtuar nga gjykata kushtetuese është se nuk ekziston konflikti juridik, sepse pezullimin si mas sigurie e ka ekskluzivitet vetëm gjykata, nuk e ka kryeministri. Pra çka do të thotë që gjyqësori, gjykata e posaçme, nuk i ka konsumuar dhe nuk i ka shkelur në kompetencat e pushtetit ekzekutiv. Kjo e para. E dyta, Parlamenti ka një detyrim për t'ja hequr mandatin dhe për ta bërë qytetarë të lirë zëvendës kryeministrën, sepse pavarësisht se ato nuk gjykojnë mbi bazën e provave deputetët e parlamentit, ata duhet njihen me sa prova dhe çfarë materialesh ka ngarkim Balluku, se nuk është thjesht një çështje. Po sikur nesër, dhe këtu po bëjmë një analizë hipotetike rast pas rasti, Belinda Balluku t'i komunikohet një akuzë tjetër për pastrim produkteve të veprës penale. Dhe me të drejtë do insistoj SPAK-u që t'i hiqet mandati. Dhe mund të kalojmë ke një mas më e shtrënguar. Jo pezullim, jo detyrim për të mos dalë jashtë shtetit, por për të shkuar në arrest në burg ose në arrest shtëpi. Për këto 2 masa dhe kontrollin personal dhe të shtëpisë është e përjashtuar Belinda Balluku. Dhe ato se kanë prekur në
në këto garanci që ka si person me imunitet. Por, unë du të sill në vëmendje të opinionit publik sot se nesër kanë përdalë shumë gjëra. Nesër do bindemi ne, do bindem parlamentarët. Çfarë do pritet të dalë? Dosja e Belinda Ballukut, jo vetëm në një çështje, por në shumë çështje, është krye kput korrupsion, shpërdorim detyre, pastrim parash, jo vetëm, po me disa biznesmen, për të cilët çdo ditë ju i shikoni që hinë e dalin biznesmen në SPAK në raport me abuzimin me paranë publike. Në pikpamje të kësaj, kryeministri i Shqipërisë nuk ka pse bën të paditurin. Ai tashmë është bindur që nuk ka drejtuar një qeveri, po një grup hajdutësh, një grup të strukturuar kriminal që vjedhin çdo ditë para publike. Kurse në aspektin e provave, që shqiptarët do të njihen shumë shpejt, me çështjen e Akshit, kryeministri do shkojë më larg dhe duhet të shkojë sepse i din kryeministri, sepse kam filluar të marr masa për ta pastruar administratën e lartë shtetërore dhe nivelet e lartë qeverisjes. Ai jo se ka ditur, po duhet u kërkoj falje shqiptarëve që me provat e dosjes së Akshit nuk drejton një qeveri, po një burdello. Është me një gjerë i një burdelloje. Me falë për shprehjen, edhe ju kërkoj falje opinionit publik, por provat që disponohen për këto dy çështje kardinale për Shqipërinë, e varfër, të vjedhur, është shumë e rëndë. Ndaj dhe unë mendoj që grupi i Partisë Socialiste, grupi parlamentar i Partisë Socialiste, fakti që zotron shumicën, nuk do të thotë që të ushtroj diktat dhe qeverisje diktatoriale, por të kthjellohen në raport me shkeljet që kanë bërë, me vjedhjet që kanë bërë, dhe të fillojnë pastrimin e tyre, sepse në fundit, Partia Demokratike atë korrupsionin që kemi denoncuar në vitin 2012, po vuan sot që zvjen në pushtet. Edhe është shkërmoqur dhe është bërë thella. Partia Socialiste, nëse do të vazhdojë të mbrojë hajdutët, këto hajdutët që kanë vjedhur gjithë shqiptarët, jo vetëm demokratët, kanë vjedhur dhe socialistët, po që se nuk korrigjojnë veten dhe të fillojnë të mendojnë si shtetar, problemet do t'i kenë me ata të cilët kanë investuar dhe janë investitorët strategjik për drejtsinë e re. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Dhe Bashkimi Evropian sot e ka thënë fjalën, nesër do të thotë më fort. Petra, vendimi 4-4, çfarë efektesh ka? Shiko, unë do të qëndroj te pjesa ime profesionale, si e lexoj unë atë. Po, për vendimin pyeta. E para njërë që më ndikoi shumë keq pjesa 4-4, sepse të shkosh në një gjykat e të dalin 4-4, probabiliteti është edhe i tillë. Për një sekond, mënyrën se si e kemi neve, tani unë do të prodhoj, do t'i jap disa element që të bind për sa i përket kësaj ndodhie, që është çudi bërse, çuditërisht neve kështu e kemi ligjin dhe kështu funksionoka, por që një 4-4, një vendim pa vendim, tregon dobësinë e një institucioni të lartë që kemi ne në nivelin kushtetues, që nuk di të bëj dallimin e ndarjes së pushteteve. E para njërë që kjo unë nis gabim. Unë nis gabim në mendimin tim sepse Rama kërkoi opinion, mendim nga gjykata kushtetuese dhe nuk kërkoi seancë. Mbajeni mend, ktheuni bek, nuk ishte ankim ky. Ishte opinion, se shumë thonë është bërë ankime të tjera. Është bërë një kërkesë për opinion. Jo, kërkesë. Një sekond, ka qenë, por nuk ka qenë kërkonte opinion për këtë gjë. Dhe marrëdhënia për të cilën ai kërkoi, këta kaluan në pjesën e një procesi që kaluan në seancë plenare, duke vepruar që nuk po binin dakord e tjera. Në një barazim 4-4, për mendimin tim, nuk është turp që ta kërkonin edhe vetë si gjykat kushtetuese, duke qenë se ne kemi pjesë në bivendosje, është pjesë jo konkrete për sa i përket neni 242 të kodit procedurës penale, që i jep disa element që nuk përfshin ministrin, ndërkohë që neni 103, paragrafi 3 e thot që ministri gëzon të njëjta atribute si që është deputeti. Nuk e di, isha i qartë deri këtu? Po. Nuk kuptove. Dhe
kjo përplasje që është bërë tani, në këtë pjesë, ligjvënësi kërkon të ndërhy të kjo pjesë e neni 222. Dhe është me të vërtet kjo që duhet të ndërhy. Kjo që po bëhet tani. Ministri gëzon të njëjtat atribute Si deputet. si deputeti, po ndërkohë atë si deputete nuk ja kanë cënuar. Gjykata e ka lënë ditë, nuk e ka pezulluar nga deputete. Nuk flasim për imunitetin e funksionit kushtetues. Mos gatroni atribut me imunitet. S'ka imunitet ministri, mondi nas. Neni 103. Treshi lexoje. Po ja atribut, o vlla. Atribut Edhe ministri. një gëzon të gjithë të drejtat që ka deputeti. Imunitetin që ka deputeti. Dhe parlamenti, si që voton dhe merë mandatin deputeti, ashtu e merë edhe ministri në parlament. Pra është funksion kushtetues në të dy rastet. Po tani kështu e thot ligji më vëlla. Çfarë thot ligji? Do me thënë Toni Gogu, që s'është deputet, sipas teje, është i mbrojtur. Patjetër. Si jo patjetër, atë ai por lexoj edhe argumentimin e asaj kushtetuese se dyja. Nuk dua ta lexoj fare. Edhe 4 e kanë rrëzuar të dyja. Lexo kushtetutën dhe ta jep saktë aty. Lexo kushtetutën më vëlla, nuk po flasim tani për këtë. Marrëdhënia është niveli i kushtetueses. Niveli joni kushtetueses me këtë vendim Para procedimit penal s'ka imunitet as ministri as deputeti. Imuniteti është hequr herët. Problemi diskutohet për mandatin. Po nuk diskutohet s'ka imunitet për vlla, ku ka imunitet për njerëzit që bëjnë krime. Ne jemi fiksuar tek për arrestin dhe kontrollin. Po pra, për 3. Arrest burg dhe kontroll banese. Problemi ishte te vija demarkacionit. Ata nuk arritën dot një institucion kushtetues i cili është posaçërisht për nivelin kushtetues dhe mos përplasjen e institucioneve, arrin të japi të prodhoj një vendim pa vendim, i cili e lën në ajër gjithçka pas sqaruar. Dhe ky është problemi për të cilin ne themi sot për gjykatën kushtetuese, e cila në këndvështrimin tim është më dobët se sa e para, që ku me nivelin e zotit Dede, që mund të flasim që kishin me të vërtet profesionista, të flasim atë që është, dhe përfshirja e grupeve të tjera të interesit në nivelet kushtetuese është një gabim i jashtëzakonshëm. Mantelin e gjyqtarit të gjykatës kushtetuese duhet ta veshin magjistratët dhe jo personazhe të tjerë. Dhe po ta shikosh, niveli i një gjyqtari të gjykatës kushtetuese zgjidhesh më kollaj gjyqtar atje se sa gjyqtari shkallës parë. Kjo është një marrëdhënie tmerr. Po ta shikosh në këtë ndështrim. Dhe kjo gjendje e cila erdhi, për mendimin tim, vetë gjykata kushtetuese, duke qenë se kishte përplasje të brendshme, më mirë mos të dilte fare me vendim, por të kërkonte një opinion nga Venecia dhe Venecia që merret me raste të ngjashme. Po atë po të gjykata kushtetuese më pas. Po pikërisht se tani ata Nardi. Venecia ata kundërshtoj se po prisja të mbaroje që ti jam një tip, po ne faktikisht vetë të Venecia, neve jemi mësuar. Një sekond Poli. Faktikisht me atë veprim që kryen, pretendon mëti se ekziston gjykata kushtetuese dhe vendimi dhe dinjiteti i gjykatës kushtetuese? Ka mbaruar situata. Babo, të vazhdoj pak po. Ke të drejtë te pika që thua, domethënë që kjo është një gjykatë kushtetuese, dhe duke qenë një institucion mbi institucionet, kontrollon nivelin kushtetues. Po, pra po. Niveli kushtetues nuk mund të fshihet pas ligjit, as pas vetes tyre. Ata nuk do duhet të kishin marrë një vendim 4-4. Pikërisht pra. E kam dëgjuar gjatë këtyre 3. Po përse s'duhet, don 4 veta mendojnë kështu, 4 veta mendojnë kështu. Ta shpjegoj. Gjykat del me vendim. O Babaramo, nuk shkon. Më ndërprer të ta shpjegoj që mos po do ishin 5-4, po të ishte i nënti, por e ka është parashikuar. Edhe këtë histori e kam dëgjuar. Tani nuk ka lidhje fare numri antarëve aty, sepse është parashikuar në ligjin e gjykatës kushtetuese që mbledhjet dhe vendimet merren mjaft që të jenë legjitime. Se mund të qelloj, po e bëj banale historinë, që një gjyqtar kushtetues është smur vëlla, nuk shkon dot në mbledhje. Nuk do zhvillohet vendimi aty, gjykimi zhvillohet. Pra historia janë 8, janë 9 apo janë 7. Nuk luan rola. Nuk ka rol. E para sepse e them këtë sepse mjafton të jenë 5 të pranishëm. Të jetë mbledhja legjitime thot rregulloria për këtë. 1. E dyta, pse them këtë? Sepse gjykata kushtetuese, ne vërtet në kushtetutën tonë nuk e kemi të rregulluar këtë barazimin. Te neni 74 themi refuzimi i kërkesës dhe mbaron aty historia.
Mi po këta nuk lexojnë as ligje ndërkombëtare, sepse ti duhet marrësh nga normat ndërkombëtare dhe për të ardhur tek ky. Dhe ka një vendim, të paktën një, po ka shumë, të paktën 3 diu, po një po ta them tamam, që është dorëzuar në 2007 në Strasburg dhe në 2009 Strasburgu ka kthyer përgjigje dhe ka e rregulluar këtë historinë ku bëhet barazim. Si e ka rregullon Strasburgu, thotë, në momentin ku ka paritet, barazi, kryetari i gjykatës ka detyrimin edhe në rast se është kundër të shkojë tek pjesa e maxhorancës. Me qëllim që të krijohet me patjetër një maxhorancë në mendimin unifikues të gjykatës. Kur është 9, kur është me 9. Jo, edhe 8 edhe 7. Aso kohë ka qenë barazim kjo kështu. Ma kupto dhe njerë, po e bëjmë thjesht fare. Fiona Papajorgji, kryetarja e gjykatës, ka pas mendim pro Belinda Balluku, po e bëj kështu. Duke parë se në kaun tjetër ishin 4, dhe ajo do duhej ta kalonte si pas asaj që ka rregulluar Strasburgu, votën e vet tek shumica, me qëllim që të krijoheshe realisht ajo 5-3-shi, pavarësisht se nga cili ka do shkonte. Sepse gjykata rregullonte vendimin, sepse gjykata kushtetuese duhet të dalë me patjetër me një vendim shterus. Po mirë, ka dhe një argument tjetër që thonë që kur janë votat barazim, vota e kryetarit të gjykatës është e dyfisht. Po pra, është e njëjta gjë. Po nuk në këtë rast nuk e kemi. Strasburg e ka rregulluar kështu, po them, është çështja Marini kundër Shqipërisë. Lexojeni sepse e keni te pika 18, 19, 20, 21. E ka shteruse këtë. Dhe po të them, vota e kryetarit kalon këtej sepse gjykata kushtetuese nuk lejohet abstenimi, vota abstenuese. Do kalon një krah. Do duhet me patjetër të jesh një krah. Unë nuk e di sepse nuk e bën një gjë të tillë. Ndoshta e bën edhe një lloj pazari, tani po amencoj fare. Kështu e kanë ligjin aty, kështu e thot ligji, kështu e thot rregulloria e brendshme e gjykatës kushtetuese. Petra, o shoku im. Ligji thot kështu dhe unë ta thash pak. Është rregulloria e brendshme që si funksionon gjykata. Dakor. Po ne dim shumë mirë, domethënë që normat ndërkombëtare ne i marrim për precedencë. Po se quajmë një kryetarin e gjykatës kushtetuese, ne nuk e quajmë 2, siç e ka vendosur Strasburgu. Po nuk, ne e quajmë 1. Po Strasburgu nuk të ka thënë këtë, ka thënë këtë pjesën tjetër. Ka thënë kur ka paritet, kryetari i gjykatës do duhet ta kalojë mendimin te shumica. Dhe shumica në rastin konkret mund të ishte këtej apo mund të ishte tani, se unë nuk dua ta paragjykoj historinë, ai ishte pro Ballukut a kundër. Se mund të ishte edhe pro Ballukut, pra Fiona Papajorgji për shembull mund të ishte në vendin e Marsita Xhafellaj, po ja fut kot. Atëherë do duhet ta kalonte mendimin e vet, votën e vet në kaun tjetër, me qëllim që të krijohej një vendim unifikues dhe historik, se bëhet fjalë për një vendim historik, është precedent që nuk e bën. Nuk e bën dhe nuk e bën një vendim 4-4, në një farë mënyrë Baba Ramo i kanë bërë qefin gjithëve. I ka bërë qefin opozitës se kanë atë tagrin për të folur, ja, pezullimi u hoq, i kanë bërë qefin Ramës që thonë, okej, tani e pezulluat. Po, atë pse po i kërkoni mandatin në parlament? E pezulluar është, se ka vjetur, në punë, nuk po shkon më, se s'do shkoj më atë, provat nuk i prish, nuk i elmon, jemi rregull atë, pse më kërkon mua heqjen e mandatit. Shto dhe këtu, që mund të ndodhin kjo dhe më prit edhe këtë gjë, ne Spaku ka thënë që kjo zonja ministre, zëvendës kryeministre, po si ministre infrastrukturës, prish helmon provat për shkak të pozicionit që ka. Shumë bukur, e shkakon nesër si ministre të infrastrukturës dhe emëron ministre të arsimit. Kush e ndalon? Ramëna. S'prish provat e ministre arsimit kjo zonja. Të e keni menduar këtë pjesë tjetër? Të mund tjetë dhe kjo skenar? Jo, faktikisht bëhem dhe këtë dhe pastaj do flasim. Dhe e mbyll. Po patjetër tani, po. E mbyll. Okej, Poli, më fal. Pra, historia e gjykatës kushtetuese ose vendimi pa vendimi i gjykatës kushtetuese, po ta shikosh në peshore, më mirë i ka shkuar Ramës. Është fitore, po ta shikosh, është e vërtet kjo që thot Nardi, sepse po ta shikosh juridikisht humbi Rama. Politikisht ka fituar. Fitoi politikisht aty. Juridikisht humbi se e tillë erdhi. Urzua kërkesa. Tani, Polin, të zbresim. Çka ka ndodhur për mua është e paqartë. Në seancën paraprake ma dëgjoj pyetjen tuaj. Në seancën paraprake do që u vendos që të merrej në shqyrtim. Në datë 12. Jo, u rrëzua gjykata. Po. Për pezullimin. Do që u pezullua pezullimin. Në 12 dhjetor. Dhe ishte në 12 dhjetor. 5-3 në favor të Ballukut dhe Ramës. Tani ç'a ndodhi Atëre. Votë që për më lart. Pse u ndryshua? Për më lart. Gjykata kushtetuese vendosi. Vini re. Jo 4
veta të gjykatës kushtetuese vendosën. Po gjykata kushtetuese vendos 1. Rrëzimin e kërkesës të kryeministrit të qeverisë. 2. Heqjen e masës së pezullimit të caktuar me vendimin e mbledhjes së gjyqtarëve të do të thënë rrëzimin e vetes në datë 12. Pastaj thot vendimi përfundimtar do shpallet, ky është përfundimtar do shpallet në fletore zyrtare i detajuar brenda fateve ligjore. Pra është vendim. Dhe vetë ai ligji organik i gjykatës kushtetuese e ka që kur vjen kjo situatë, është e shkruar kjo, kur vjen kjo situatë, po është vendim. Këto të tjerat pastaj ne e dim çfarë është gjykata kushtetuese. Po t'i futemi pastaj kush ka votuar pro, kush kundra, kush ka veshur ndonjëherë tog, nga ca vin nga ish presidenti, ca nga opozita, ca nga kryeministri që thoshte më mirë djepi bosh i kësaj gjykate, ne e dim që aty është një çorb politike me interesa me të gjitha. Se vetë gatuan më. Por fakt është që ata domethënë kanë marrë vendim. 1. E dyta. S'është marrë vendim. Edi Rama është përpjekur dhe ja ka arritur qëllimit, dhe po e vazhdon, po vazhdoj edhe në këtë studio pa dashje, që të ngatroj 2 gjëra. Të ngatroj këtë pezullimi që ishte mas paraprake, dhe që u zhvillua pastaj kur foli prokurori Preçi që kjo drejtoreshën që është dëshmimtare, tha e ka ndërhyrë për një dëshmimtare etj. Në gjykatë kushtetuese këto fjalë, dhe masën për arrest. Nuk kanë asnjë lidhje, janë paralele që nuk shkojnë asgjë kundër. Edi Rama doli prap sot me Twitterin e vet, po ta mbaroj unë dhe doli dhe prap i bashkoi, tha, dëgjoj, meqense gjykata kushtetuese u dha kjo, atë që kërkoi Spaku, Spaku mund të kërkoj dhe më keq dhe pranga. Dhe ta specifikoj arrestin. Jo, arrest në përgjithësi nuk e ka thënë shtëpi, burg, sepse aty po vazhdojnë hetimet dhe ne nuk ngrem pyetjen dhe gjithë opinioni është trullosur dhe diskutohet. Sot vajti ty një oligark atje. Përse vajti? Sepse ty të ka dalë... Cili oligark dhe ku? Cili oligark? Në Spak. Ram Geci. Ram Geci të del aty të dosja aj që dim, që për irë të së vërtetës, këtu ka një skrupulozitet dhe ne që kemi informacion do njerë kemi që një para, kjo është një dosje që ne nuk dim asgjë. Dhe unë ta garantoj, unë di vetëm në përgjithësi që është aq shumë e ngarkuar, dhe me aq shumë fakte, ne flasim tani, jo po kjo, jo po jo, iku mbaroj gjykata kushtetuese. Pezullimi, jo hedhin kështu e ka shkarkuar, se ka pranuar, është ka të ndisur Edi Rama, tani ka dhënë dorëheqjen Belinda Balluku dhe nuk njofton, Edi Rama nuk ja ka pranuar dhe prap nuk njofton, del Baton Axhiu dhe bën një shkrim dhe gjithë mediat, dha dorëheqjen Belinda Balluku, nuk ja pranoj. Po bëhet një loj, një teatr, asgjë. Thelbi është ky. Dosja atje është aq e rëndë sa që vetëm deputetët kanë 16.000 faqe. Dhe në qoftë se që nga gjithë kjo situatë, a e diti Barbara Ramo që përveç deputetëve të opozitës, deputetët e Partisë Socialiste nuk guxojnë, është atje në kasafort të mandatit të këshillit të mandateve, nuk guxojnë ta marrin më për kuriozitet, le që e kanë detyrë funksionale. Si që thoshte sot të ju. Jo, nuk guxojnë, jo. Dhe ta them me përgjegjësi, të paktën deri dje. Po kaq frikë kanë këtë Balluku? Po është urdhër po politik, domethënë as mos e lexoni, mos e prekni me dorë. Por kot më për kuriozitet ta lexojnë, mos e kanë detyrë funksionale dhe janë antar të këshillit të mandateve. Dhe e kupton ti që gjitha kjo është për të penguar faktet, provat. A është marrë me kolaudim se i është hapur edhe të tjera të është marrë me kolaudim tuneli Murizit dhe rruga e Arbrit që vajti inauguroi ai para zgjedhjeve? Është hapur me kolaudim o zotri, a mungojnë 50 milion atje tek tuneli Llogaras? Ne nuk flasim për këto më vëlla, nuk flasim. Është vjedhur, s'është vjedhur, është bërë pabarazi në tendera, është abuzuar, a ju shtuan kur kërkesa e pezullimit ishte një kërkesë vetëm për pabarazi tendera. Tani ka 7 lote aty brenda, ju a tha dhe në atë, ka dhe Thuman Kasharin, ka dhe Murizin, ka dhe shumë të tjera që s'ta kap mendja aty, sa që po shkon si puna e akshit, dhe mbaj mend kur të bëhet, leta shtyky, kur të bëhet kërkesa prap, do jetë organizat kriminale. Dhe këtë ta garantoju. Do jetë çështja, do jetë çështja, do kaloj si akshin në organizat kriminale. Ne themi tani, ne një kaq, ne një aq, jo po kjo, mbaroj punën kushtetuesja, të mirë, të këqinj,
Veti kanë zgjedhur, politika i ka zgjedhur. Jo, tema e emisionit është çfarë do ndodh më tej. Çfarë do ndodh më tej? Do ndodh më tej që këtu... Ja shikojmë çfarë ka thënë Rama. Që po shkojmë në një Do sepse një qëndrimin që do mbaj Partia Socialiste ka bërë të qartë Rama në grupin parlamentar. Regjia më nxirri në mur. Edi Rama ka thënë Rama sot në lojë. Ne jemi para një... Do ta lexosh ti këtë apo? Po, do ta lexoj. Aha. Do më pas mbledhjes së grupit, do unë ku u përcaktua se çfarë qëndrimin do mbaj Partia Socialiste, Edi Rama ka bërë këtë postim në X. 3 konkluzione nga mbledhja e grupit parlamentar pas mos vendimit të gjykatës kushtetuese dhe rivendosjes së pezullimit të ministres nga funksionet e pa delegueshme kushtetuese, nga i antarit e qeverisë tek ai presidentit të Republikës, dhe jo vetëm, nuk mund të pezullohen kurse si nga askush duke u nisur nga një emër i përveçëm, sepse pezullimi paralizon funksionin pra institucionin që ajo drejton. Nisur dhe nga leximi i deklaratës publike të gjykatës kushtetuese, ku të gjithë antarët e trupës shfaqen unanim lidhur me problemin, po ndahen tek rrugëzgjidhja, grupi parlamentar socialist do të angazhohet për zgjidhjen përmes ndërhyrjes në legjislacion. E vetmja palë e përmbushur nga rikthimi i pezullimit është SPAK-u, që në kushtet e pezullimit mund të vazhdoj krejt qetësisht hetimin përkatës, ndërkohë që deri në adresimin ligjor të zgjidhjes nuk ka asnjë urgjencë për ta trajtuar kërkesën që SPAK-u bëri pas rënies së masës së pezullimit. Një shtesë nga ana ime. SPAK-u nuk preket, vetëm mbështetet e kështu me radhë. Atëre, Po. 1 minutë. Tani 2 gjëra ka thënë ai. Kjo është... Do ndryshoj ligjin. Ky ka marrë atributet grupi parlamentar të një gjykate. Po. Këtu njerë. Kjo është politike, ai flet si gjykatat. Tani, kjo është situata që Edi Rama tani kalojmë në fazën tjetër. Po shkon drejt një përplasje finale, Baba Rama. Dhe nuk është në çështje thjesht balluku, sepse kur mblidhet grupi parlamentar, kur merret një urdhër politik, që ne nuk e shqyrtojmë kërkesën e një gjykate, se e ngatrojnë ka stile SPAK-u. Jo, masën e kërkon gjykata. Edhe po ta vësh re gjithë SPAK-u. Jo, SPAK-u bën një kërkesë në gjykat. Po e vullosi gjykata e çon për masë. Do të thënë është masë, quhet masë. Nuk merr masa SPAK-u. Se e kanë trullosur popullin shqiptar. Nuk merr masa prokuroria, kërkon masa. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që jemi përballë Partisë Socialiste, si etnitet politik më i madhi, grupit parlamentar të saj, si etnitet politik më i madhi në parlament, ligjvendësit, qeverisë, si etniteti më i madh ekzekutiv, pra politik dhe 2 pushtete, parlament dhe ashtu, janë përballë SPAK-ut dhe gjykatës së posaçme. Dhe kjo është betejë finale. Sepse këtu bëhet fjalë për korrupsion, Baba Rama, nuk bëhet fjalë për luftë mes Sali Berishës dhe Edi Ramës më. Dhe këtu bëhet fjalë për shtetin e së drejtës që tek mbyllja e kapitulli 23 quhet shteti i së drejtës. Dhe ai kapitull, që sa përdjeni, për të futur në Bashkimin Evropian, nuk është kapitulli që ne na ka çuar përpara, por ka dhe kritika dhe thotë që të mbyllet ky kapitull, jo vetëm duhet të ecur më tej, domethënë dhe më lart, por të shoqërohet me sekuestrimet e pasurive të këtij krimi. Të këtij prit dhe mbarova. Dhe në fakt përplasja, Baba Rama, nuk është me SPAK-un, e kam thënë edhe herë tjetër dhe me GKK-n, sepse Edi Rama me Sali Berishën i han për mëngjes. Mund të dalë Edi Rama e thotë, çfarë do për mëngjes, dua një prentsh. Okej, janë zjerin ato. Çfarë dua një mëngjes, i thon Berishës, dua një Altin Troplini. Ja japin për mëngjes. Aq të fuqishëm janë. Por këtu është ballja me ata që kanë 10 vjet që e bën me SBA-n dhe Bashkimin Evropian dhe në qoftë se do degenerohen, në qoftë se dhe me 70% të popullit shqiptar që e kërkojnë këtë me gjitha sondazhet, të paktën, dhe kjo është betejë me ata. Ose do t'ju ulet, do dalin lakuriq dhe do t'ju bie reputacioni para popullit shqiptar të SBA-s dhe Bashkimit Evropian, ose do fitojnë këtë në këtë pikë. Poli. Po shkoam deri këtu. Unë dua të shkoj deri këtu, se u bën 10 vjet. Ja jap Kreshniku, do të ndjekim me radhën. Është lodhur dhe populli. Jo, e kisha me këtë Jo, do ta jap fjalën më një pas Kreshnikut. Okej. Kreshnik, komenti yt për këtë deklaratën e sotme të Ramës. Tani un kam një koment i cili në gjithë analizat që janë bërë mendoj që nuk është artikuluar.
Unë mendoj që ka një gabim edhe nga ana e Ramës, ka një gabim edhe nga ana e Spakut. Gabimi i Ramës është që nuk gjeti zgjidhje përpara se t'i drejtojë gjykatës kushtetuese. Që do të thotë, Rama është shumë i vonuar në ndryshimet e kodit procedurës penale. E para. E dyta, Rama duhet ta gjente. Po përse duhet ndryshuar kodi procedurës penale? Apo tani që ndodhi rasti i Ballukut? Të lutem më lër ta mbaroj. Jo. Pse ka gabim Rama, pse ka dhe gabim Spaku? Po. Pse ka dhe gabim Spaku? Dgjoj. Në të gjithë vendet ku funksionon shteti juridik dhe sidomos në çështjen e masave të sigurisë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Britani të Madhe, në Gjermani, në shumë vende, masat e sigurimit janë vendime që negociohen nga gjykata mes të dy palëve, mes prokurorisë edhe mbrojtjes. Që do të thotë, marrim rastin konkret. Unë do dua ta shoh pozitivisht, që do të thotë, Spaku nuk mori një mas të ashpër për Belinda Ballukun. Mori një mas të lehtë e vënë në presionin real të gjithë faktorëve, duke thënë që Spaku s'ka mas tjetër, vetëm i fut arrest dhe i lën nga 2 vjet në arrest para burgim, pa i çuar çështjet për gjykim. Nisur nga kjo, Spaku mori masën e pezullimit. Këtu erdhi reaksioni i qeverisë, e cila nuk kapi lojën. Që do të thotë, qeveria duhet ta linte të pezulluar dhe vendimin e pezullimit, ta pezullonte Belinda Ballukun, vendimin e pezullimit, më pas ta bënte precedent ankimesh e para dhe e dyta të ndryshonte kodin. Pse humbën të dy palët? Po ju them se në këtë rast kanë humbur të dy palët. E para ka humbë qeveria, sepse humbi rastin konkret dhe nga një masë lehtë e ka vënë pozitë që ta çojnë në arrest. Dhe sot po lëkundet gjithë pozicioni i qeverisë, edhe në raport me faktorin ndërkombëtar, që për një masë sigurimi po bëhet objekt debati. Do flasim më pas për këtë. Por që qëndrojmë tek pyetja. Deklarata e Ramës, qëndrimi politik i grupit parlamentar të shumicës qeverisë, a e pengon hetimet e Spakut apo jo? Po e kam më pas Kreshnik, të lutem më ndik rrjedhën logjike. Ma las për gjysmë. Pse humb dhe Spaku? Pse humb dhe Spaku? Sepse rrezikon që nga një çështje e një individi, në qoftë se parlamenti ndryshon kodin, atëherë ja heq mundësinë sot dhe mot prokurorisë për të pezulluar anëtarët e kabinetit. Ata mund ta shkrijnë fare vos. Po mi pra këtë po them. Prandaj po them që masat e sigurimit negociojnë me spajve, të lutem, mondi të lutem. Masat e sigurimit nuk janë vendime përfundimtare. Janë masa të përkohshme, janë masa shtrënguese. Dhe këto negociohen nga gjykata. Është gjykata që është arbitri. Dhe prokuroria duhet ta sqaronte, thonte, nëse kjo palë nuk respekton pezullimin, unë do ta çoj në arrest në një masë më të ashpër. Pra kjo duhet ishte objekt i debatit në masën e sigurimit në gjykatë. Nuk bëhen kështu gjëra në mënyrë arbitrare dhe krijohet një konflikt institucional. Manovra, vetëm manovra, ka krim apo s'ka krim? Vetëm manovra për këtë, manovra për atë, manovra kushtetuese, manovra ndej. O zotri, ka dosje atje apo jo më që kanë punuar ata një vit? Ka që thjeshtë. Po flasim për masën e sigurimit. Po mirë pra mirë, për masat, letë flasim ka gjykata për masat. Dgjoj. Negociata, manovra. Provat, Poli, një sekundë, vetëm ta them me një fjali. Ky muhabet ka qenë. Ta them me një fjali. Me prova pa prova, çështja shkon për gjykim për fajsi apo pa fajsi dhe shkon në gjendje të ndryshme. Në gjendje të lirë është Monika Kuremavi, në gjendje detyrim për paraqitje është Sali Berisha, në arrest është Ilir Meta, e pezulluar është kjo Balluku, kjo nuk e pengon hetimin për asnjërin nga këta. Iku të gjithë këta, po ju kryet hetimi. Gjykimi dhe provat janë gjë tjetër. Ne po diskutojmë një përplasje mes dy pushteteve. Ne po diskutojmë cilësinë e hetimit dhe a rrezikohet do në këtë situatë të krijuar të kontaminohet, të helmohen provat, të intimidohen dëshmimtarët dhe hetimi ka mira mënyra për ta kryer.
dëgjo, Belinda Balluku akuzohet për pabarazi në tendera. Jo. Dhe për pabarazin... Jo. Për çfarë jo? Jo, pra jo. Jo. Për çfarë jo? Jo, kjo ka qenë ajo e para fare, që shkuaj për pezullimin, ndërkohë që... Po jo pra, o Kreshnik, në qëse se di, okej, më bu... Do kërkesën e imunitetit. Ato mor masa pezullimit. Po pra, pezullimi kurse për mandatin që kanë kërkuar në kuvend, vetë prokuroria ka thënë, kemi 7 raste të përsëritur korrupsioni. Po, dhe kush është akuza e re? Atë se di ose jam kokën e tyre. Po këtë pra po them, s'ka akuzë, po hetohet për korrupsion, nuk ka akuzë, po hetohet. Jo, më e ke gabim, si s'ka akuzë. Është njohur me cilësinë e pandehur për pabarazin tendera. Është akt zyrtar. Ishtë komunikuar akuza Belinda Balluku. Kjo ka dalë deri tani me fjalë. Po, kjo ka dalë deri tani. Dhe në këtë kuadër, çfarë prove rrezikohet nga një tender që është bërë dhe gjithë provat janë administruar? Unë nuk di se çfarë prove. Ja ta them unë, atë po e mbron Kreshnik, si të jetë në zyrë, si të mos jetë në zyrë Belinda, fakti që po e mbron kryeministri i vendit, qeveria e Shqipërisë, grupi parlamentar tregon që patjetër që ata po shfaqen vetë si grup. Ata po shfaqen vetë jo si individ, po si grup. Po do bëjmë të tilla komendash dhe ne futemi dashje pa dashje politik. Nuk është në zyrë ajo është spezulluar. Është Edi Rama në zyrë që po e mbron hapur. O, Poli, çfarë provash prishte Sali Berisha? Pa e marrë të pandehur, e futën në arrest. Çfarë provash prishte Ilir Meta? Ishin vepra të kryera herët. Berisha, më fal. Berisha u fut në arrest shtëpie sepse shkeli vendimin e gjykatës. Jo, zotëri, jo. Por ne tani të lutëm shumë. Po mos i kalojmë këto gjëra. Berisha u fut në arrest shtëpie, po se s'vajti të vërë një firmë. U la detyrim paraqitje Berisha. Në fillim. E pra, në fillim. Po, edhe këtu u more pandehur dhe ju la ajo mundësia që t'jepte dorëheqje të bëhej qytetare e Bashkimit Evropian. Dhe e përbuzën spakun. Dhe kërkesa në parlament ka të drejtë Nardi për heqjen e mandatit, është se Belinda Balluku nuk është më me një çështje. E dim të gjithë që minimumi është thirrur në SPAK edhe është pyetur edhe për lotet e Unazës së Tiranës. 7 lotet e Unazës. Problemi qëndron këtu. Ne kemi dy qëndrime ekstra kundra njëra tjetrës të kryeministrit të Shqipërisë dhe të mazhorancës shqiptare. Nga garanti i drejtësisë së re, tashmë me prononcimin dje në podcastin e tij dhe sot me grupin parlamentar, kryeministri ka thirrë frontin kundra drejtësisë së re. E ka thirrë publikisht, duke deklaruar që do përdorim dhe metoda të tjera për të ndryshuar ligjin e për ndryshuar kodin, me qëllim që të mbrojmë hajdutët. Tani, ne shqiptarve, ne që jemi të bindur që jemi të vjedhur, jo ata që kënaqen pse i vjedh qeveria, na takon të kryejmë frontin për ta mbrojtur drejtësinë, për të mbrojtur dhe veten dhe për të mbrojtur paratë e shqiptarëve. Unë jam i bindur që as edhe Kreshniku, edhe ne, edhe shqiptarët jemi shumë të bindur që ka vjedhje, sepse të gjitha projektet infrastrukturore të qeverisë së kësaj mazhorance prej 12 vitesh, asnjë nuk ekziston në kam. Të gjitha rrugët me qindra milion euro kanë rënë në pru, nuk kanë ngel ma rrugëve si që thoshte Rama për rrugët e para 12 viteve. Kanë ikur gjitha në pru. Me rrugën e Arbrit, me rrugën e Korçersek, me rrugën Quks Qafloq, me rrugën Librazh të Qafthan, me bypassin e Vlorës, me aeroportin e Vlorës, me parkun e Durrësit, me Velipojën, me gjitha rrugët kanë ikur. Mos i përmendim këto rrugët që bën nga 10 milion euro, po këto që bën nga 100 milion e mbi 100. Fakti që cilësia e implementimit të projekteve mbi 100 milion, e disa qindra milion, si ato inceneratorët, kanë ikur në pru. Shqiptarët du të heshtin dhe du të përdorim zbukurime, kur arrestohen ato të opozitës që kanë bërë krime para 15 vitesh, 20 vitesh, nuk themi që SPAK-u
ka gabuar dhe gjykatoja ka gabuar. Kurse këtu themi cënohet pushteti ekzekutiv. Përse u cënu ka pushteti ekzekutiv? Nëse, dëgjoj, aty është po diskutohet... Të lutëm, jo, prit një minutë. Pushteti ekzekutiv nuk cënohet sepse i lindë drejta ati kryeministrit të taktoj një ministër tjetër dhe një zëvendës kryeministër tjetër. A duhet me çdo kusht të mbajmë në pushtet hajdutët për faktin që do kryeministri me mbrojtur? Jo, zotri. Jo, zotri. Qiko, nuk ka shiko. Nuk po diskutohet pjesa Balluku. Dhe me vjen shumë keq që thoni që gjykata me mos vendim ka marrë vendim ose ka marrë vendim me mos vendim. Ka marrë vendim. Edhe njërë, a i vendimi që është marrë, më nëzirë juristin më të mirë në qofë se nuk qesh me atë. Jo. Po qeshin që të gjithë juristat me një gjukat kushtetuese që ka për autoritet të vendosi vjen e demarkacioni dhe nuk arriti të ndante. Mondi, du të kesh... Kjo është asë më. Për te qendrit avokat, unë e di që ju jeni edhe një njohës i mirë i skutave të Tiranës. Ashtu si që më. Prit një sekund. A i vendimi që ka shku 4-4 ka shku si rezultati sforcos politike që ka ushtruar kryeministri Shqipërisë. Prit një sekund. Mos u habit edhe këtu do t'jemi, është deklarat publike kjo, që njëri nga gjykatës kushtetuese shumë shpejt do të futët në hetim nga spaku. Ore, mund të ndodhi. Po mund të ndodhi, më nuk më intereson kjo. Edhe njërë, mua s'më pëlqen fare. Forma... Ti e the shumë bukur. Nuk më pëlqen forma se nga kanë ardhur antarët e gjykatës kushtetuese. Po tjetër, më. Sepse nuk kanë integritetin profesional. Po s'kanë, s'janë magistrat. Po, pikërisht ata që thua ti, i kanë takuar këto... Po s'mere me këto una me... Baronët e konspiracionet shqiptare. Problemi është në tjetër vendom. Problemi që ndro këtu. O shemësit, që mos keq kuptojmë i bashkë më burtani. Edhe njërë, po të them, ti jetë tjetër në pikë, unë jetë tjetër. Unë lexoj vendimin. Vendimi s'më pëlqen, kaq ka përfunduar gjykata kushtetuese dhe mua. Ju personalisht, mu si Mondi thotë. Edhe miku im Kreshniku, jo më larg se para 3 javësh në këtë ambient, po jo në këtë emision, keni thënë që jo, po gjykata kushtetuese nuk duhet të votojë. Po e kanë thënë dhe e them prapën, gjykata kushtetuese nuk dinte të ndante pushtetin ekzekutiv dhe pushtetin juridik. Jako e ke Kreshnikun, pyr nga juristat e vjetër e ta flasi. Gjykata kushtetuese e ndodhur në presionin e qeverisë ka shku 4-4. Se ki do shkonte 8-0. Ore, 8-0 do shkonte. Ore, pas ka logiko të një, logiko kushtetuese më shaflisi të një. Gjykata kushtetuese, i ka njohur, minimalisht ka njohur 3 prova shumë të rëndësishme. 8-0 është de facto. Por, prit një pak, mos unë nxitoni. Kur gjykata kushtetuese është njohur me provat, në heshtje i ka dhënë të drejtë Spaku dhe GKK-s pse kanë kërkuar këtë gjë. Por, publikisht dhe me vendim, nuk janë shprehur pikërisht nga presionet. Dhe një sjarin të vogël. Nga presionet. 4-4. Njëra 4 që e thot shu, është shumë e thjeshtë, vëllat. Në fakt është 8-0. Po t'jetë se vë përballë kërkuesit. 8-0 është, amam 8-0 është. Po 8-0 për ta thashë. 4 që e thot që kjo që u quajt kundra, do më thot. Se ekziston konflikti. Thot nuk ka imunitet ministri. Mbaroj, pik, si pas nenit kaq. 4 që atë tjetër thot... Kush e thot, cilin nenë bërë, thot ka gjithë pas... Po mirë më mere ledzoje tani... 4 që tjetër thot s'ka konflikt. 4 tjetër thot që gjykata nuk duhet t'ja kërkoj parlamentit. Kaq, po prap nuk thot që ka imunitet, duhet t'ja kërkoj parlamentit. Kjo është ndarja e atyre të dyjave. Por, 8-0 pra. të dyja rëzojnë Ramën. E ka rëzuar. E pranon dhe vetë. Juridikisht e rëzuan, politikisht e forcuan. Po, e kanë forcuar. Ja do ta shikoj. Kam gabim tani. Do fluturoj drejt maleve. Dhe kam qef shumë që isha do zotit do më thënë është në mendje dhe Kreshniku. Në qoftë se do bijem dakord këtu të pakën e 3 si jurist, që ky është një vendim do më thënë shterus, unë e kam mendimin komplet ndryshe. Madje, s'ka dhënë fare shterim. Madje, pritë lutem, madje nuk po shtje fal këtu tani, po ka gjithë drejtën legjitime, juridikisht, Këshilli i Ministrave, kryeministri rasti konkret, që pas 3 muajsh, 4 apo 5 muaj, qofte edhe me një lloj artifice të tipit që prit se kemi edhe antarin e 9 të gjykatës kushtetuese tashmë, përdesa gjykata është me 8, që ta riçoj të njëjtën çështje. Fare. Mirë. E di pse? Po mi dakord, vetëm ta byll dhe pastaj më kundërshto.
Pse? Sepse nuk është një vendim shterus. Pra nuk është një vendim I cili ka shkuar në njërin ka apo në Çështja ka tjetër. Balluku është Nuk është një shterus. Era vendim mos të speri me Ballukun, po flasim me postin tani me pjesën Nuk po e merre- asaj. E posti nuk është shterruar, jam S'më dakord. kuptojmë. Nuk është Po nuk zgjidhur. flasim postin tani e Nuk burr. është zgjidhur. Nuk po më... Ore, pse po s'mëllat ta them një fjali 30 sekonda më burr? Vazhdoj, përfundoj, thuaj. Nuk po merre me rastin me zonjën Balluku në tërësi, po merre me vendimin, sepse kërkesa e kryeministrit ka qenë për dy gjëra të rëndësishme. A ka hyrë drejtësia tek ekzekutivi, sa anë plenare. një, dy, më interpreton Nenin 103.3. Tani, unë pa e parë vendimin arsyetuar, por vetëm dispozitivin e vendimit, nuk shikoj të shtëruar as të parën dhe as të dytën. Këtë po munduam. S'është vendim ata kanë dalë konkluzione e mbledhje këto. Ore, po që ke shtatë anik sonë, më lere më të maroj. Balti tani është. Si tani. Tani xhore pak dy fjalë në lidhje me ato mbledhjen e kryeministrit. Unë e besoj që qeverisja aktuale, majoranca do shkoj shumë shpejt me ndryshime të tjera të kodit penal. Dhe të gjithë synimin e kanë të njeni 242 I kodit procedurës penale. Dhe më bën çudi që nuk e futën që para pak kohësh, kur u morën me këtë. Mundëm? Sepse... Ja, ta nxjerrim regjia e kemi përgati. Të lexojmë çika Nxjerrin 242 të kodit procedurës penale. Të grupit parlamentar. Ta mbyll një sekondë. Të grupit parlamentar të komentojmë Po të shikojmë mirë çfarë thot. Neni 242 aktuali. Thot, tani ajo që pezullimi I ushtrimit të një detyre a shërbimi publik. Me vendimin që disponon pezullimin e ushtrimit të një detyre a shërbimi publik, gjykata I ndalon përkohësisht të pandeurit, plotësisht ose pjesërisht veprimtarin që lidhet me to. Pika 2, kjo mas nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligit elektoral. Me qartë ka ku të vërë. Vetë deputet, kryetar bashkish, këshilltar bashkish. Kush I zgjedh populli? Ministrin se zgjedh populli, zgjedh. Po pikërisht këtë kërkojnë të ndryshojnë. Tani të nxjerrim sërish tabelën e parate që kishim donë Çatha Rama. A ta mbyll këtë si diskutim apo ta le dhe s'flas fë? Po mbyllë më burr. Po 15 herë keni ndryrë o burr. Po më jepi ta. Po vazhdo thuaje. Mi vazhdo fol tjetër. Po edhe një rresht ke, vazhdo. Ma të rreshti ky tani. Edhe 1 kilometër ka. Ja e nxorëm këtë, po. Nardi mbaroi Nardi. Atë që po tentoja thosha, gjithë historia, atë që duan të ndryshojnë është pikërisht pika 2 e 242 të kodit procedurës. Po. Ashtu si kundër bën me historinë e kodit penal për para 10 ditës, që s'u mor asnjëri, me pikën 7 e 28 të kodit penal, asnjëri nuk është marrë. Që të gjithë u morën me atë parkimin dysh edhe me shpifin për gazetarët, që ju hoq me ligj marrëveshja e të penduarit të drejtësisë. Dhe nuk janë marrë gjithë media. Mirë, por nuk u morën aq sa duhet, u morën me parkimin dysh, po them. Dhe kjo nuk është bërë për të penduarin e drejtësisë atë kriminalin. I kanë thënë në punësit civil që ti mos shko më të denoncosh ministrin, drejtorin, atë, sepse nuk do kesh përfitim. Nuk do kesh përfitim nga ana juridike. Kjo është bërë për këta morë, nuk është bërë për Nureddin Dumanin. Njerëzit se kuptojnë këtë. Të njëjtën gjë, në mënyrë palaçolleshke do ta thesha unë, do ta bëjnë edhe me Nenin 242. Pra, nuk ka më të penduar, nuk parashikohet më në Pare më zero, dhe nuk e kanë bërë për penduarit e drejtësisë. Për korupcion. Do ta bëjnë për korupcionin tani historinë. Pra do t'i thonë ka bashkëpunëtor për korupcionin. Pra do t'i thot aty nën punësit, do shkosh ta denoncosh ti atë shefin tënd, po s'do përfitosh. Pse do denoncosh? Tani ky është mendimi jot ky. Jo, e kanë në draft. A ti tani a ke pas kanë në draft. Flas kot. Këtë një edhe të shehur kanë edhe heqjen e shpërdorimit të detyrës. Jo, Mondi është në draftin për ndryshimin. O Mondi. Kanë dhe shpërdorimin. Kodi penal jeni 28 pika 7 është shir fare. Lexoj edhe pastaj hajt fol me mua. Tani të kalojmë çik te kjo pjesa funksionet e pa delegueshme kushtetuese etj. Kjo pik tek ose te paragrafi 2, Neni 242. Do fusi ministrin direkt në ndryshime dhe do e kalojnë fletore zyrtare. Neni 242 ai po thuaj e ka prekur që para një muaji që ai do ta bënte këtë ndryshim. Në qoftë se gjykata kushtetuese nuk do i jepte drejtësi. Për sipas kërkesës atje. Do jap drejtësi grupi parlamentar. Ka ndryshuar, ka marr funda 3 ditë ke në parlament për ndryshim atë po. Cila do ndryshojë vëlla? Neni 242 më. I kujt? I kodit procedurës. Do t'ju jap imunitet ministrave. Po e kam vetëm thjesht do ta shënoj te kodi procedurës. Do ndryshoj. Po do bëj ndryshime të veta. Po edhe pastaj. Pra ky është ndryshimi që paralajmëroi Rama sot. Po pra, kjo do ndodhi. Dhe
Po ka kushtetuta? Si ka kushtetuta? Ai do merret me kodin e procedurës. Se kushtetuta. Sepse, një sekond, Po. te kushtetuta e ka ai. Po. Sepse janë qorra ata të kushtetuesve që nuk din të lexojnë funksionet. E din ti. Po e di më shumë mirë se e lexoj. E lexoj. Po çfarë është kjo fyrje që u bën? Po e lexoj më shumë mirë. Po pse ti mendon Një sekond mos e merr personale. Ti mendon gjë, edhe unë s'po e marr, po atëherë të lutem. Është shumë e rëndë, një avokat, një jurist. Po mos bëj moralin këtu tani me mua se jo, unë kështu e lexoj. Kështu du ta lexoj. Kështu du ta lexoj unë. Ke syzet Edhe njerë, jo fare, mos ma thuaj këtë. Fare, se e ke përmend disa herë. Në këtë pikë mos ashtu. Ti thu dëgjoj. 8 gjyqtarë të gjykatës kushtetuese të mbledhur 11 orë vetëm në seancë gjyqësore. E çfarë vlerë do të Ata nuk lexojnë, vetëm ti lexon. Po çfarë është kjo? Më gjej një jurist sot që nuk ka qeshur me atë vendim. Kush? Më gjej një jurist. Pse kanë qeshur? Po kanë qeshur se nuk mund të dalë gjykata kushtetuese. Një sekond ta mbaroj unë. Të lutem, ja ta them unë. Gjykata kushtetuese, një sekond. Gjykata kushtetuese, një sekond, jo mos. Ti dhe shumë juristë si ti, keni thënë ka gabuar Spaku, po patjetër, ja them prapën që ka gabuar. Ka kërkuar pezullimin. Patjetër, e them prapën. Ka gabuar ato s'gabo ti. Po ta them prapën që ka gabuar. Sepse ti je më përgatitur se atë, po leri. Po jo s'ka lidhje fare kjo. Edhe një herë. Leri këto. Tani ta lëm këta edhe një herë, nëse do diskutosh me mua. Ligjërisht hajde diskutojmë. Nëse do flasësh sipas asaj që ke mendje përballë, edhe ke diçka tjetër, ma thuj mua vëlla. Me thuj. Vëlla. Pse ka gabuar Spaku? Sepse e kam thënë, ka të i kaluar kompetencën. Dhe i qëndroj asaj. Sepse e kam shprehur. Jo, zotri, ja ka dhënë kushtetuta. Çfarë kushtetuta? Pezullimi si mas. Po jo mos është bërë gabim është sigurie. O zotri, pezullimi. Mbaje mend. Atëherë lind pyetja. Përse janë pezulluar drejtorët tjerë? Sepse është funksion publik, e kemi diskutuar një herë. Po kjo çfarë është? Funksion kushtetues. Cili është funksion kushtetues? Funksion ministri? Cili? Funksion kushtetues. Jo, zotri, Po ç'është? Qeveria. Po ekzekutiv më flasim për Jo, zotri, gabon, qeveria. Gabon, zotri. Po jam. Po mirë me dakord. Atëherë po të bëj pyetje drejt për drejt si jurist. Edhe një herë, të lutem. Nëse një ministër duke drejtuar mjetin çtu në dil, ka në flagrancë vreti ka. Aksident e vret një njeri. Patjetër. E arrestohet. Patjetër. Atëherë. E përcakton kushtetuta. Po kush? Edhe kodi procedurës. Po e përjashton pezullimin. Ke gabu pezullimin si mas sigurie. Mondo, kur ta lexoje nga neni 1 deri në nenin e fundit. Po e lën gjysmë. Unë lexoj më vëlla, edhe një herë. Mbajë mend nëse nuk ndodh kjo. Ja do e mbaj mend. Ja. Ndryshimet e neni 240. Po mirë dalë tani mos na bëj profesion. Unë kam bindjen që shumica socialiste nesër mund të bëjnë ndryshim kodin penal dhe do fillojnë pushkatimin pa gjyq. E di pse po ndodh. Do bëjnë pushkatimin pa gjyq. Jo, s'jam dakord fare me. Mund të por ta kthejnë ato ore. Ato për të bërë hajdutët, çfarë nuk do të bëjnë? E do thush e kam gjetë fjalën, do thush nesër. Jo, një sekond, s'ka lidhje ajo. Po çfarë nuk presim nga ata? Edhe një herë, po flasim profesionalistët të prekim nenin 242. E kemi thënë dhe po e themi prapë. 242 nxjerrim dhe një regjia. 242. Nxjerrim dhe një regjia i lutem. Flasje me kushtetutën nuk sqaron funksionin kushtetues të ministrit. Është kështu si bëhet. Si e ka pranuar? Ka dim se si do formulojmë, do presim nesër, pas nesër, mbi pas nesër. Dëgjoj se unë jam. Që do ndodhi. O zoti. Është bëj qartë s'ka ku të verë se unë pitem. Cilet është? Kjo mas nuk zbastohet vetëm ndaj personave të zgjedhur sipas lexon ligjin elektoral. Po ligji elektoral flitet vetëm për deputetin më. Po edhe për kryetarin e bashkisë, edhe për anëtarin e këshillit. Po fare, nuk jetë ligji elektoral. Ai që zgjidhet me votë. Po pra, po, ai me votë. Ai nga kryeministri. Edhe një herë. Ai, ore votoi njëri. Se ka arrestuar. Dëgjoj. Erion Veliaj pasaj në zyrë. Dëgjoj. Erion Veliaj pse u arrestuar në zyrë? Në qoftë se është pika 2. Se s'ka imunitet, si ishte imunitet kryetari i bashkisë. S'ka imunitet. Tani, dëgjoj një sekondë. Ndërsa ata sipas ligjit elektoral janë deputetët. Dëgjoj, Mondi, dëgjoj të bëj një pyetje. Tani, në qoftë se tani ky merr ministri imunitet, do ta fusim ne në fletën e votimit ose ishte në fletën e votimit Belinda? S'ka lidhje kjo më çast. Po ti po jep imunitet elektoral më vlla. Imunitetin e deputetit e delegon. Ne jemi demokraci e deleguar. Qa shikoj unë? Unë shikoj... deleguar kryeministrin... Shikoj, edhe njërë. Me këtë kodë procedurës penale. Ora, po dale Arpoli tani e së bashku. Po front i çuditshëm. Po një sekondë, o Poli. Më gjej një shembull në Europë. Më gjej një shembull në Europë për këtë. O ti, edhe njërë tani unë e di qëndrimin tënd. Problemi është ky. Dhe mbaj mend,
nëse neni 242 branë 2-3 ditësh do të jetë i formuluar. Po këtë se diskutoj unë, ore. Kam mbaruar filmin Ata mund të fusin dhe spaku në furrë. Jo, s'ka lidhje spaku në furrë. Po çfarë? Problemi është i funksionit dhe vjen e demarkacionit që do ta vendosë. Tani ata mund të bëjnë çfarë të duan, por çfarë shikoj unë? Po pse do ta ndryshojnë? Ore, ju tani shikoni tani sigurisht jam unë në Ligjvënsi. Ligjvënsi i ka bërë gabim vetë këto. Ka përplasje neni 242 me neni 103, 300 të kushtetues. Dëgjoj. Po ka përplasje më vëlla. Dëgjoj. Këtu e flas. Edi Rama një shembull në Europë thot, nuk ka shembull në Europë thot që kërkon. Po një shembull në Europë do të thënë që ndalohet pezullimi të legjislacioneve të Europës. Por nuk ka shembull, vërtet s'ka shembull që kërkohet, do më thënë me masë, sepse jep dorëheqjen tjetri më vëlla. Ai tha, ai jep dorëheqjen ose shkarkon kryeministri. Për cilën do flasim në pjesën e dytë të këtij emisioni. Pas një hapësire të shkurtër publicitare. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, ashtu si dhe në pjesën e parë do të flasim për debatin e madh politik që ka shkaktuar fati juridik, fati penal i numrit 2 të qeverisë zonjës Belinda Balluku. Ndoqëm pak më parë don qëndrimin e kryeministrit Rama dhe gjatë 48 orëve të fundit pas vendimit të gjykatës kushtetuese ka lënë qartë të kuptohet se nuk e ka prioritet. Madje shumë vete kanë interpretuar se nuk do ta marrë në shqyrtim kërkesën e spakut parlamenti, shumica qeverisëse, për t'i hequr imunitetin e deputetes Belinda Balluku. Kreshnik, a mund të ndodhë kjo? A mund të ndodhë do unë që të hidhet poshtë kërkesa, do unë që mos shqyrtohet fare për imunitetin e zonjës Balluku? Së pari mendoj që procesi i diskutimit do të shtyhet pasi të ndryshohet kodi i procedurës penale. Që do të thotë Rama dhe socialistët do përdorin atë mazhorancë të cilët e siguruan në 11 maj për ato 83-84 vota si një shumicë e cilësuar për të bërë të mundur ndryshimin e kodeve. A do të bëjnë të mundur për të ndryshuar urgjent vetëm dispozitën 242, e cila të mbyll shtegun në të ardhmen, edhe njëherë në të ardhmen, për antarë të tjerë të kabinetit plus kryeministrin apo presidentin, kjo mbetet për të parë apo do ketë edhe dispozita të tjera. Unë gjykoj që edhe nëse do të kalohet në shqyrtim në komisionin e mandateve, kam thënë që socialistët nuk do e votojnë masën e sigurimit të arrestit me burg, me justifikimin që Belinda Balluku nga sot nuk është më në zyrën e saj, nuk është në detyrë dhe nuk e pengon hetimin. Ky do jetë justifikimi i socialistëve, arsyetimi i vendimit për të mos dhënë autorizimin për masën e arrestit të kërkuar nga prokuroria, dhe ky është opinioni. Atë doja të sqaroja edhe një gjë. Unë në asnjë intervistë nuk kam thënë që gjykata duhet të rrëzojë vendimin e qeverisë. As nuk kam parashikuar, madje kam qenë i mendimit fakti që ata vonuan 2 muaj dhe nuk kishin këllqe që të merrnin vendim, tregonte qartazi mungesën e kurajos profesionale, juridike, për të marrë një vendim i cili merrej për 24 orë. Pra, interpretimi për dispozitën kushtetuese dhe dispozitën e kodit procedurës penale, vetëm 24 orë kohë të merr. Pra, nuk ishte një çështje e cila kërkonte prova, studime, analiza. Në gjykimin e gjyqtarëve të cilët pretendohet të jenë maja e karrierës dhe e sistemit, një analiza për këtë interpretim duhet merrte vetëm 24 orë. Fakti që ata vonuan 2 muaj, fakti që ata nuk dolën dot me një vendim të konsoliduar, madje po ta shikosh, nuk ka një arsyetim që të thuhet ky është vendimi. Është hera parë në karrierën time juridike, të cilët unë lexoj një vendim me 2 arsyetime.
sepse nuk thuhet ky është mendimi shumicës dhe ky është i pakicës. Po thuhet gjykata arsyeton një pjesë kështu, një pjesë kështu. Është hera e parë që unë lexoj një vendim të tillë. Vendim pa vendim. Vendim pa vendim. Pra nuk thuhet ky është vendimi. E ndaj në dy Edhe pjesë. efektet e këtij vendimi janë ndonjë që nuk rrëzohet kërkesa vendimi i gjykatës për pezullimin e zonës Ballukut. Vendimi i gjykatës me 2 pika, rrëzohet kërkesa dhe pezullohet pezullim. Thash arsyetimin, Polit, lutem. Po s'ka dalë arsyetimi. Dispozitivin e nxorën. Dispozitivi është i shkurtuar, është vendimi i shkurtuar ky. Pra, arsyetim me 2 pjesë, ku nuk thuhet që ky është arsyetimi që rrëzohet, nuk ka. Tani, çështja mbetet tashmë politike, e cila kam një pyetje. Patjetër, Shamsi, po. Në lidhje me interpretimin që ju bëni, normalisht keni plotësisht të drejtë në raport me vendimin e gjykatës kushtetuese. Por kush e ka penguar ligjvënësin, Parlamentin e Shqipërisë, që të lidh interpretimin e gjykatës kushtetuese për pezullimin nga gjykata e posaçme me detyrimin kushtetues që ka për të mbledhur për ta hequr mandatin apo për të mos e hequr? Shiko, politikisht duket qartë që socialistët po e përdorin, që do thot një çështje e cila po i fut në kolaps socialistët, po i fut në kolaps brenda Shqipërisë, jashtë Shqipërisë, nuk po din dalin, po e shqyrtojnë, po futen janë futur në një rreth vicioz, të cilën vetë këta duhet ta kishin zgjidhur pa shkuar në gjykatë. Vetë këta duhet ta kishin negociuar. Duhet ta kishin negociuar në gjykatë. Kreshnik të bëj një pyetje juridikisht. Dëgjoj të lutem, lere politikisht. Po, patjetër. Sot filloi gjyqi për Erion Velin, me rreth 7-8 të pandehur të tjerë përveç atij. Shkelje totale. Po lere mos se s'po flasim për Erion Velin, o mundi të lutem. Mes tyre është ish kryetarja e Komisionit të Ligjeve dhe deputetja Klodida Bushka, që ka vetëm një akuzë në gjyq. Pengim i drejtësisë. Në qoftë se Këshilli i Mandateve nuk bën detyrën ta rrëzojnë, mos e pranojnë, është tjetër gjë. Po s'është më deputete ajo. Ajo s'është më tani deputete, po i ka filluar procedimi kur ishte deputete. Tani, po dhe e ka akuzën pengim të drejtësisë. Ç'lidhje ka më pse ore tani nëse deputetët s'kan punë fare me drejtësinë, ministrat s'kan punë me drejtësinë, me kushto vetë kanë bërë më kushtetutë. Se po i bëj pyetje Po bëj. Profesionale që e kërkoj nga një profesionist. A mundet që ky neni që përcakton pengimin e drejtësisë të kap këta të komisionit të mandateve të cilët e kanë detyrë funksionale, është detyrë funksionale tyre që të mblidhen dhe të marrin një vendim, zotëri. Kanë një kërkesë nga një pushtet tjetër që është gjykata, dhe ju thot, merrni një vendim, na thoni, po, jo. Në qoftë se këta s'marrin një vendim, mund t'ju bëhet një akuzë nga prokuroria këtyre ose nga gjykata e posaçme bashkë me prokurorinë për pengim të drejtësisë, siç është sot Bushka, për shembull, sepse ti shkonte pretendimi i Partisë Demokratike. Bushka është pikërisht për këtë, në rolin e deputetës së Komisionit të Ligjeve, vajti Ndërhyri dhe Berit Shërnëcika. Po pengoj drejtësinë, s'ka lidhje se kush e bën. Kjo është rasti i parë që kemi një akuzë pengim të drejtësisë. Mos ka ardhur koha, e ke parasysh se kemi dëgjuar vetëm te non gradat, këtë pengimi i drejtësisë. Po ja që pas ka dhe nen. Unë jam kategorik që Kuvendi i Shqipërisë dhe Komisioni i Mandateve duhet të respektojë afatin kushtetues. Pastaj çështja nëse marrin vendim pro apo kundra, ky është problem tjetër. Por nuk mundet të lësh një çështje përtej afatit kushtetues. Komisioni duhet mbillet. Sa është afati kushtetues? 3 muaj. Ka kaluar, mëse nuk e di sa. Jo, s'ka mbushur 3 muaj, jo. Kur është bërë kërkesa, atëherë s'ka kaluar. Në mars, në 16 mars fiks është. Unë mendoj para 16 marsit. Nëse nuk shprehet brenda 3 muajve, nuk e ka marrë në konsiderat. Marrin vendim, por në logjikën time, mendoj që socialistët do e rrëzojnë me arsyetimin që nuk mund të mbjetojnë 2 masa sigurimi, dhe realisht ashtu është.
Por, mund të ndodhë që spaku para 16 marsit, mund të ndodhë që të ngrej një akuzë të re. Dhe nëse ngrej një akuzë të re... Edhe një pyetje tjetër, Kreshnik. Mund të arrestohet një deputet duke qenë deputet me gjithë mandatin, varet nga faktet dhe nga gjetjet? Vetëm flagrancë. Në flagrancë, po. Vetëm kur ka në flagrancë o burë. Jo në flagrancë duke futur duart në xhepat tënde dhe time. Flagrancë quhet Mondi, flagrancë quhet kur është bërë dhe dosja ka pis me gjëra shumë të rënda. Fare, modën, e kështu ka ligji o poli tani. Në rast se një deputet godet policin në një tubim, po të doj policia arreston flagrancë fizike thoni jo. Po. Patjetër, vetëm ajo ekziston o burë. Kështu e thot ligji. Po të doj policia arreston flagrancë. Nëse ka. Po e goditi policin për shkak detyrës, le ta ketë imunitetin, po të ketë policit goximshëm, qofti majorancës, qofti opozitës, deputeti godet policin e arreston flagrancë. Po Armando Prenga që ka vajtur ka votuar reformën. Tani ampyte. Po që se konsumon vepër penale në flagrancë. Po si ishte në flagrancë Prenga? Si e parashikon Prenga në 2020? Ne pam pardjet e procesit. Ekziston mundësia një deputet e PD-s që goditi një polic. Mos dalim nga tema. Petraj. Ishte. Pyetja është e tillë, në qoftë se ekziston mundësia që të mos ta marrin në shqyrtim. Po nuk thjon përgjigje, nuk e marrin më ngjelet pa përgjigje, se kanë marrë në konsiderat. Mundet të ekzistojë mundësia domun që kuvendi mos ta marrë në shqyrtim fare. Kalon digjet afatit 3 vjet. Keni një mas sigurie, i thotë është ju respektoj shumë, por ai më pyet mua përgjigjen e juve. Përgjigje thotë pyetja ata apo tani. Tani më përgjigj mua. E s'di, kur më pyet mua dhe nuk më gjën njëri. Është mungesë respekti më burr. Po ja, tani ke heshtjen totale, ke heshtje të plotë. Është era e tretë vëlla, domethënë sa filloi të flas. Po ti dëgjoj. Ç'është kjo histori e burr tani është juve. I dini gjithë atë. Çfarë them unë tani? Po le ta flet për të treguar që s'të lën të flasësh. Po folo burr. Pa e 3 herë filloi, 3 herë nisë juve. Do përgjigjesh apo ta jap fjalën diku tjetër? Ministri Rama e tha sot në mënyrë të qartë fare që s'ka ndërmend fare të merret me çështjen e mandatit. Madje nuk u mjaftua thjesht me të thënë, po dhe e shkruaj, duke thënë që nuk ka urgjencë në raport me kërkesën për heqjen e imunitetit ndaj zonës Balluku. Fjala urgjencë do të thotë që po dua e shikoj, po dua nuk e shikoj fare. Që në kryetesë edhe sikur gjykata kushtetuese ta kishte rrëzuar me 5-3 apo me 6-2 apo dhe 8-0, unë ka pas bindje që Edi Rama nuk do ta lëshonte Belinda Ballukun. Jo se i dhimbset Belinda Balluku si zonjë apo si ministre, por sepse pas Belinda Ballukut qëndron vetëm Edi Rama. Dhe tuneli Llogaras është per se një vepër korruptive që e lidh ngushtë kryeministrin. Për shkak të turqëve që mu bën pjesë e atij. Ti mendon që ky është shkaku përse Rama ka ndryshuar qendrim? Për analizën time logjike është ky shkaku i vetëm, sepse shkuara e afërt dhe deklaratat e zotit Rama që familja ime, unë mbroj vetëm Zahon dhe zonjën time Linden, dhe përtej kësaj sikush ka kokën mbi shpatullat e veta, është pikërisht kjo, sikush të flas ose të përgjigjet për veprimet e veta. Në rasti konkret, nuk është Belinda Balluku në vetvete, por është Edi Rama. Unë besoj që SPAK-u nuk do duhet të fshihet si organ hetimor, nuk do duhet të fshihet pas idesë, o duhet me patjetër unë që ta kem të pezulluar, o me patjetër në arrest shtëpia apo gjithë çfarë tjetër. Në rast se zullumi teorik, po flas, i zonjës Balluku është kësi i madh, dhe provat për këtë zonjë një kaq të mëdha sa kundër neve në media e flasim apo dëgjojmë, atëherë çështja për zonjën Balluku duhet mbyllet dhe timi e kam fjalën. Sa më shpejt që ti e mundur, SPAK-u të shkojë të guxojë për të marrë një për të bërë një vepër penale ndryshe, korrupsion, ku diun, grupi strukturuar kriminal, dhe ta çojë çështjen në gjykatë. Dhe kështu mbyll gjithë këtë historinë që e u pezullua, nuk e pezullua, ja heqi mandatin, ja s'heqi mandatin. Ja heq KQZ-ja. Po, fiks polja, ja heq KQZ-ja pas e mrapa. Kështu që organi akuzës i ka duart e zgjidhura për mendimin tim në qoftë se do që të bëj punën e vet. Dhe po të marrë një rast tjetër Baba Rama, se ne harrojmë merremi thjesht me zonjën Balluku. Ore, çfarë bëhet me fondet e IPARD-it? Të ka ardhur shkresa përpara 3 muajsh nga Bashkimi Evropian dhe të ka thënë Shqipërisë më kthe mbrapsht 33 milion euro. Zyrtarisht.
Pra ti duhet të kthesh mbrapsht 33 milion euro, fondet i pardit, dhe ndërkohë nuk e asnjë nga AZBR-ja ose nga Ministria e Bujqësisë asë kohë, që drejtohej nga Frida Krifsa, nën akuzë. Sa duhet vazhdoj ky hetim, zotëri nderuar, se ka fazë hetimore, mund të jetë di fort mirë. Nuk mund t'i mash njerëzit ti gjatë gjithë kohës të humnera. Ka fazë, më valla. Është i fajshëm, është i pafajshëm. Ke prova, por nuk ke Para prova. fate hetimi para pragma. Dhe mbyllet kjo histori. Pra nuk po tham vetëm për një gjë. Janë shumë gjëra të tjera, se ne themi gjithmonë spaku. Ore, edhe ata spaku, po ata nuk i kanë mbajtur njerëz që të bëjnë hetimet, nuk i kanë mbajtur njerëz që të shkojnë në gjykat me dosje të qepura. Dhe nuk kanë nevojë, dhe një po e them, që të çojnë në komisionin e mandateve 16.000 faqe, sikur ka shpikur rrotën. Se nuk i lexon njëri 16.000 faqe, o zotri. Se janë 30 libra 16.000 faqe. Ata duhet të jenë serioz. Nuk i çohet 10 deputetëve që ndoshta s'kan lexuar 10 ligje, po ti marrësh gjitha bashkë ata, 16.000 faqe. Unë po t'isha vetë në tyre do thosha, prit atë do i lexoj këtu unë. Hajde flasim pas një 4 muajsh. Nuk janë ashtu. E tani? Po s'janë ashtu siç i nxirrni valla për të lexuar. S'janë ashtu siç Është një fakt. Se e çon ti kur s'vlerëson provën? Thjesht Po jo, ma ja t'ja shpjegoj unë për publikun. të njihet Për çfarë njihet më? për të ndërgjegjësuar për votën që do hedhi. O, është emsi, të njihet i çon ato me karrocë më. Po jo, Nardi, nuk është ashtu më, ta them unë si. A, nuk është ashtu. Nardi, Është një provë, për shembull që Poli me Leonardin kanë bërë këtë kështu, kaq është prova që ti mund ta lexosh te faqja e parë, dhe pastaj është në 200 faqe që e mbështesin këtë. O Poli, po jo pra kaq është. Ti lexo provën olla, do pastaj të bindesh. Lexo 200 faqe për një. Do ju çojnë ato takë. Atë, a ka mundësi Poli sepse e bën të thjesht fare ti. Po të thjesht është. Më ke sill 16.000 faqe. Zakonisht në raste të tilla vjet me një opinion ligjor valla. 16.000 faqe. Unë për të marrë një vendim për ato 16.000 faqe dua t'i lexoj zotëri. A mi ke sill? Dua t'i lexoj tani. Po ka fat 3 muaj. Po 3 muaj dhe 4. Sa rriton thotë? Jam analfabet, çfarë është ky me histori? Jo. E tani se po bëjmë qesharak. Shkon një institucion 16.000 faqe. Po këta dhe me 16.000 faqe, to s'ka prova më. Po le tani mos Po bëni. këta dhe me 16.000 to s'ka prova. Jo t'ju shkosh me opinion si thot ky. Po mirë vazhdoni atë se keni Ne duhet pranojmë që Spaku dhe GKO-ja punojnë në kushte tepër të vështira. Po dhe presion më. Ja shajm halli edhe këtë. Ta nga mëngjesi të thoni s'ka prova, ai na thot na prova. Mos gabojmë. Tani si lexoj O zotri, kanë të bëjnë me një parlament që është i interesuar ta mbrojë të keqen. Jo ta zhbojë. Ka të shkruar në ballë. Po pra, ka shkruar në ballë. Dhe Spaku e di shumë mirë se ata s'kan tagër për të vendosur mbi bazën e provave deputetët. Por Spaku ka gjykuar që t'i shohin diçka që të krijojnë perceptimin pse kam kërkuar heqjen e mandatit. Tani Spaku shumë shpejt ka për t'ju qu videot e Akshit, që ato deputetët maraklit shohin video erotike. Ka frikë të shikojnë. Merret këshilli mandateve. Nuk i shikojnë, ha? As dosje se kanë hapur. Po merret këshilli mandateve me provat fare. Unë e thash këtë vlla. Unë e thash këtë. Por Spaku, duke ditë se me cilë deputet ka të bëjë, Parlamenti i Shqipërisë. Po është me këtu këta 35 vjet. O zotri, Hiqë dy legislaturat e para nuk është interesuar. Ne themi dhe ne, vazhdojmë dhe të tjera. Niveli i Parlamentit, të cilit është drejtuar Spaku, është për të ardhur keq. Po shemsi është i njëjti parlament që kishte që i hoqi imunitetin Sali Berishës para 2 vjetësh. 16.000 faqe i çuan. Po. Pa bursa e bët legjendë. E janë duke u tallur, o zotri. I çuan 16 faqe. Sa i çuan? Po fare mos. Po pra, i çuan 20 flet. Me Saliun. 20 flet i çuan. Me Sali Berishën, dëgjoj, të flasim fiks, Sali Berisha ju ndryshua dhe ju hoq imuniteti sepse shkeli vendimin e gjykatës. Po, dakord. Kaq. Po. Nuk ishte më në pjesën e dosjes. Po detyrimin e paraqit pse e dhanë? Se nuk e banë në gjenjë të lirë. Por ajo pak më përpara e shpjeguan. Po pse hikte Saliu? Vetë struktura posaçme që mban përgjegjësi. Ne kur ju jepet masa sigurisë opozitarëve, thomi atë kanë menduar. Kur diskutojmë këta që vjedhin sot, edhe e kanë... Mos më kaloti kjo pikë, po diskutojmë një sekund. Të përditshëm. Ne po diskutojmë një sekund. Kelet kushtetuta. Le tani. Një sekund. Po, një sekund. Po pra, më dëgjoj tani. Po të dëgjoj. Kur një person nuk respekton vendimin e gjykatës... E mbyllim të pyeta për masën e parë. Mondi, masën e parë e fiksoj dhe sqaroj strukturën e posaçme. Ilir Meta, për çfarë u fut në burg? Tjetër gjë. E kishin marrë pandehur Ilir Metën? Jo. I kishin komunikuar ndonjë akuzë? Jo. Pse u arrestuar
si me e gabitur. Është institucioni që mban përgjegjësinë. Po pikërisht, pra, kupton, pra, ne kemi drejtësi me 2 standarde. Pra, është një drejtësi që kur të kërcen në qafë, të kërcen Edhe mua s'më ka pëlqyer forma se si orë. me arrogancë. Kur vjen problemi, mu nuk më shqetëson se 2 standardizimi i drejtësisë, sepse ato e kanë apliku për herë këtë punë. Problemi vjen kur juristët pozicionohen dhe kur vjen puna për goditjen e këtyre që janë pushtet, që vazhdojnë të vjedhin, thomi është vepruar ashpër, është kërkuar pezullimi, është shkel kushtetuta, është shkel procedura. Kur arrestohet një i vdekur, se opozita e vdekur. Çka ka ndorë opozita? Kështu e ke ligjin. Dhe ti Cilin ligj? Si e kam ligjin? Ne bashkë e kam ligjin që një 80 vjeçar duhet të bëhet detyruar të shkojë tek gjykata dhe një tjetër. Po kemi paradokse morti edhe kur vjet dëgjoj. Shikoj, para se të bëhet kodi penal, më dëgjoj, miqësisht po ta themi dëgjoj, se po flasim miqësisht. Ta mbaroj. Nardi tha një të bukur, tha. Po u shkarku nga ministra infrastrukture, mund ta caktojnë ministri arsimi. Po deputeti i Partisë Socialiste i ka thënë Belindës që e ke diplomën në Shkodër. Si do e bëjnë ministri arsimi? Po mirë e bëjnë një... Nardi, shikom, para se të bëhet kodi penal në një shtet, bëhet kodi procedurës penale i pari. Ajo është baza se si funksionon pjesa e arrestimit, masës e tjera. Po kush dhe ta bëjmë, Remondi? Po këta më po ta bëjnë. Kryetari i komisionit që merret me problemin e reformës në drejtësi, është një nga familjet kriminale në Shqipëri, o zotri. Kush dhe bëjmë, o? Se po na çmendni. Si, po normalisht po të bërë kjo. Personi që ka udhëhequr reformën në drejtësi dhe ai që po provokon sot ndryshimet tek Spaku dhe GKO-ja, është një nga familjet kriminale në Shqipëri. E kuptoni ku kemi mbritur. Për kë ke fjallë? Ore, sot... Për gjafën... Ju e thatë, s'thash gjë unë. Po a i është kryetari... Dëgjoni tani, dëgjoni. Pra ndaj dhe ju thash që sot ka startuar fronti qeveritar kundër drejtësisë re, unë ju bëj thirrje, a ka shqiptar të kryojmë frontin kundër gabiqarëve të shqiptarëve? Ku kemi forcën e më? Po të themi fjallën. Okej, qikojmë si reagojnë ndërkombëtarët, të cilët kanë investuar, madje e kanë mbështetur edhe financiarisht, edhe me asistencë teknike, reforma drejtësi dhe kryesisht Spakun. Regja ju lutem deklaratën e Komisionit Evropian. Të pyetur nga Report TV, përgjigjja e një zëdhënësi të Komisionit Evropian është e tillë. Është përgjegjësi e Kuvendit të Shqipërisë të trajtoj pavonesë kërkesat për heqjen e imunitetit të antarëve të tij. Lufta efektive kundër korrupsionit është e një rëndësie parësore për përparimin e Shqipërisë drejt antarësimit në BE, që është edhe pritshmëria e qytetarëve të saj. Kreshnik, e hapur, e pastër. Është paralajmërim apo është thjesht një këshill dhe a beson se do ketë efekt nëse keni parasysh se Rama krejt papritur do unë nis në Bruksel sot? Mendoj që do ketë efekte, por zgjidhja mbetet gjithmonë në dorë të Ramës dhe socialistëve. Ajo çfarë mund të them është që ky reagimi i sotëm i përfaqësuesve të Bashkimit Evropian nuk është i rastit, domethënë në dijenin time edhe në takime bilaterale, jo publike, përfaqësues të qeverive europiane në një farë mënyrë kanë kërkuar që të ketë një zgjidhje për këtë çështje. Di të them që është artikuluar në disa takime, por për të qenë korrekt nuk mundet të them në ligjërat drejt se çfarë është thënë. Pra, në një farë mënyre, kjo ishte akumulimi i gjithë bisedave që në mënyrë konfidenciale përfaqësuesit europian kanë bërë me qeverinë Rama. Mendoj që Rama duhet patjetër që të shmangit, të gjejë një zgjidhje, qoftë dhe duke e negociuar, por nga ana tjetër nuk përjashtohet mundësia që vetë nga prokuroria speciale të ketë një modifikim të qëndrimit, jo për çështjen në themel, gjithmonë të masës sigurimi. Pra, unë flas me bindje të plot si jurist,
si një nga autorët e kodit të procedurës penale që 2 masa sigurimi, masa e pezullimit nga detyra dhe masa e arrestit janë në konflikt interesi me njëra tjetër. Nuk mund të bashkëjetojnë. Po sepse nuk mund të merret pezullim nga detyra për një njeri që kërkon arrestim, o njërën o tjetrën. Pra, që të merret masa e arrestit, ti duhet të revokosh masën e pezullimit nga detyra, ose anasjelltas, o njëra tjetrën, nuk mundet që dyja të ekzistojnë. Në periudhën kur ne jemi marrë me hartimin e këtyre dispozitave, është parashikuar që masa e pezullimit jetë një masë e lehtë. Po mos sa kemi të bëjmë me 2 akuza? Po jo më nuk ka të bëjmë me 2 akuza, dosje, kemi të bëjmë me një subjekt. E para është për tunelin, e dyta për për unazën. Provat. Po, shumë bukur. Mund të ketë dhe 10 akuza. Ilir Meta ka 3. Erion Velia ka 3, po ma sigurimi ka 1. Edhe njerë që njerëzit na kuptojnë. Nuk do të thotë që të ketë 3 akuza dhe duhet të ketë 3 masa sigurimi. Masa sigurimit është 1 dhe vetëm 1. Dhe nuk mundet që të bashketojnë juridikisht pezullimi nga detyra dhe masa e arrestit. Se si do e zgjidhin është gjë tjetër, Pra, se është e vetë kuptueshme, në momenti kur një njeri arrestohet, nuk është në detyrë. S'ka pas nevojë për Erion Velin ta pezullojnë nga detyra, sepse i kanë marrë masën e arrestit. U detyru qeveria që u mplot për ta shkarkuar. Të pyes, po mund të përshkallëzohet nga një masë me ullët gjatë rrugës e hetimit, të përshkallëzohet, të agravohet, për shembull nga arrest, nga detyrim paraqitje të kalohet në arrest shtëpie. Kjo është rutinë, një nga përqindjet më, domethënë ka një përqindje të lartë gjithmonë që diskursi i prokurorisë. Parimi bazë është kur një mas e lehtë nuk funksionon, pengohet ose nuk pranohet nga i pandehuri, nga subjekti, atëherë prokuroria kërkon një mas më të ashpër. Kjo është praktika rutinë. Po mirë, në mas është ky rasti do unë që nga pezullimi kalohet në një mas më të ashpër që është arrest me në shtëpi, supozojmë. Mundet të ndodh kjo, mundet të ndodh. Të dyja opsionet janë të hapura. Ajo që pikërisht pra dolën përsëri të analiza ime. Pra, mund të shkohet në ashpërsim, po nuk mundet të mbahen të 2 masat njëkohësisht. Nuk mund të kërkojnë në të njëjtën kohë 2 masa. Në të njëjtën kohë s'mund të kërkojnë. Se janë kërkuar në të njëjtën kohë. Po të njëjtën kohë. Po jo, se janë kërkuar fare në të njëjtën. Okej. Poli, si e gjykon këtë deklarat të Komisionit Evropian? Shiko. Janë duke vendosur Ramën në dilemën të zgjedhë fatin e Ballukut, të mbroj Ballukun apo integrimin. Po gjëja sot zotin Berisha tek foltorja dhe e mbylli fjalën duke thënë hajde një nesër në shesh, thanë datë 10, tha se është protest për integrimin. Imagjinoj çfarë ndodh në këtë vend, do të thënë çfarë absurdesh edhe çfarë situatash do të thënë ndodhin. Edi Rama e ka vendosur Shqipërinë në një përplasje të tillë dhe po marr vetëm anën e integrimit, sepse këto janë lloj përplasjesh që nëse agravojnë, nëse s'ka marrëveshje diplomatike të reqe, ku diun çfarë mund të çojnë dhe në sanksione, mund të çojnë në shumë gjëra. Edi Rama me këta deputet të cilët mbron mandatin e Ballukut dhe nuk mbledh këshillin e mandateve, me këtë fuqi votash, i mori zgjedhjet dhe kishte kauz në zgjedhje pikërisht pasaportën europiane e integrimin. Gritën e flamurit shqiptar Bruxelles. Sali Berisha i thoshte që ky kleptokrate, ky domethënë Maduro e tjerë nuk mund të na integrojë neve kur. Tani thot Edi Rama, e ke parasysh, thot Sali Berisha. Imagjinoj kemi të bëjmë me 2 protagonistë, të cilët në qoftë se Shqipëria sot ka... Mirë, Rama në këtë dilemë, cilën do zgjedh? Shqipëria sot mund të ishte Albekti... Do zgjedh Ballukun, apo do zgjedh do unë që të mos prishet me Bruxelles? Po në qoftë se është një situatë hipotetike, po e them unë, që ikja e Ballukut, si thonë asaj, o ikim të 2, o rim të 2, atëherë do më thënë është një rrugë me një kalim. Në qoftë se Balluku ka marrë masat për të vërtetuar
ose ky e di se çfarë ka në SPAK, se informacionin këta e kanë të dorës së parë. Në qoftë se për shembull ta zënë ajo që dihet nga të gjithë dhe duket të paktën aq sa kuptojmë dhe ne nga komunikimet e Ballukut me Berberin, që për shembull vetëm për atë që nisi tuneli i Llogaras është një gjë ekskluzive për Edi Ramën, për shpejtimi dhe dhënia e një kompanie turke ashtu quajtur pranë Erdoganit, e bëri pis dhe Erdoganit, është mërzitur dhe Erdogani, shkruajnë dhe mediat e Erdoganit çfarë si thon, Edi Ramës sot, nuk shkon dot më në Stamboll, se u bë pis Erdogani nga gjithë kjo histori. Atëherë ç'pun ka politikisht Balluku, dhe unë po të isha në vend Ballukut, do të thosha o zotri. Tash për këtë që nisi historia ime, pabarazia e tenderit të tunelit të Llogaras, si ti më ke bërë zbor mua. Ma ke vënë detyrim për caktim që duhet, siç i thot dhe Berberit, që është e atij dhe duhet bërë kështu dhe sa më shpejt dhe të rregullohen gjërat rrugës. Të ikin ata konkurruesit, ne kemi parë, sa ajo pjesë ka dalë pak a shumë. Tash në këtë kuptim, në qoftë se Edi Rama e ka njësuar dhe duket hapur që e ka njësuar veten me Ballukun, dhe për fat keq po njëson dhe Partinë Socialiste, që s'ka bërë vaki kur, po njëson dhe grupin parlamentar. Qoftë se Edi Rama e ka njësuar fatin e vet politik dhe penal me fatin e Ballukut, patjetër që ai ishte në të drejtën e vet ta çojë luftën deri në fund edhe në përplasje me këta. Por këta nga ana tjetër i kanë mbushur mendjen popullit shqiptar bashkë me amerikanët që kjo histori është vjekuqe. SPAK-u, GKK-ja është dhe shteti i së drejtës dhe sidomos lufta kundër korrupsionit është një vjekuqe. Edi Rama po e kalon hapur. Nuk jemi në fazën që e ka kaluar, por domethënë gjitha shenjat i ka që po e kalon hapur. Dhe në këtë rast, kur dikush të thotë Baba Ramo, kjo është vjekuqe për mua, unë të them, vjekuqe për mua është fëmija im. E kupton? Unë këtë kuptoj me fjalë vit kuqe, kur të thot Amerika, kur të thot SBA-ja, dhe ashtu që është vjekuqe. Vjekuqe ke punë ndryshe me ne pasaj, sepse një në radhë të parë kanë dignitetin e tyre para popullit shqiptar, po dhe para gjithë kësaj klase të korruptuar në Ballkanin Perëndimor. E dyta, janë investitor në financa shumë të mëdha dhe në burimet jashtëzakonisht që i kanë këtu. E treta, e kanë futur SPAK-un po ta vëshret tek akti i mbrojtjes kombëtare, 3000 faqe, ku është dhe Ballkani Perëndimor, lufta kundër krimit të organizuar, korrupsionit në Ballkan, domethënë e quajnë si aleat të mbrojtjes kombëtare Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani ky thot që jo po neni kaq, jo po do ndryshoj nenet për të mbrojtur një njeri i cili mund të shkojë dhe nderon dhe vetë atë zonjën Balluku, nderon dhe vetë Edi Ramën, dhe vetë Partinë Socialiste, dhe këtë mazhorancë, të shkojë atje, të marrë një avokat të mirë, ka avokat shumë të mirë Shqipëria, të marrë një avokat të mirë, të shkojë të dale pa fajshme, po të vëshre, Edi Rama nuk përdor, edhe kur bën politik, pse sot Edi Rama është e pa fajshme? Le ta mbroj kështu Edi Rama, thot, po, zonja Balluku është e pa fajshme. Si që bëri për Velinta, nuk pati provë. E ke vere që nuk thot është e pafajshme, as vetë... Ka ndërhyrë fara i të pjesa... O Poli. Ja i po ndërhyrë ati ku duhet të ndërhyrë. O Poli. Dhe të gjoj se në qëse ai ka bestim, në qëse ka bestim ai, po nërmo debati kushtetues, debati është ka fitur apo jo, dhe këte ndajnë gjukata. Poli, 3 argumenta për t'i ardhur në ndim kësaj të por nuk pajtohem me ju të këvija e kuqe. Vete kanë thënë më vje kuqe. Ne kemi, shiko, Shqipëria e ka kaluar vjen e kuqe. Përse e ka kaluar vjen e kuqe? Në 12 vite, ke mbi 120 zyrtarë të lartë, përfshi zëvendës kryeministra, ministra, kryetar bashkish, drejtorat përgjithshëm, sekretarët përgjithshëm, që SPAK-u nuk ka gabuar, sepse janë dënuar me vendimet fortës për erë. Tani se është e bukur, tani që flasim neve u dorëzuan policitë. Po pra, kryetari bashkisë Rogozhinës. Po, ikun polici për të bërë... Zgjedhje në bashkinë. Fal, një sekond. Pra, si ka mundësi ky kryeministri që se pas ka kalu vjen e kuqe, të gjithë bashkëpunëtorët që ka zgjedhur. Më fal ta mbaroj vëlla. Po më fal. Po s'më ke kuptuar fare. Po kërkova leje me letë. Nuk thashu vjen e kuqe i Tiranës. Vjen e kuqe që i kanë vënë Shqipërisë ata vëlla. 3 argumenta. 120 zyrtarë të lartë që i ka zgjedh ky burri këtu, që thot ha ndardha me prashminë, jo po ti han para surratit, sepse i din gjitha kryeministri. Pra ka ndalë hajdut me qizme dhe jenë provuar në gjitha nivellet e gjyqësorit që janë fajtorë.
deputet me shumicë, ministra me shumicë, kryetar bashkie me shumicë, sekretarët përgjithshëm me shumicë, drejtorat përgjithshëm me shumicë. 1. E dyta, si është e mundur që sot pas 35 viteve, niveli i parlamentit të Shqipërisë është shumë larg negativisht me parlamentin e vitit 1992. Kur kujtoj deputeten e talentuar Rushen Golemi, ose Namik Doklen, ose këtë duash ti të morim nga e majta dhe nga e djatha, dhe ta krahasem me Zeqinen dhe ata që kanë blerë diplomat në Shkodër apo në Tetov, të vjen të mos e shikosh ma parlamentin, të mos e shikosh ma qeverin e vendit tënd. Kur diskutojmë se sa shkollë ka Belinda Balluku, që është e provuar, edhe kryeministri i Shqipërisë mundohet ta mbrojë me çdo kusht një hajdute pa shkollë që ka penetruar në gjithë sistemin e qeverisjes në format më të paturpshme dhe më komprometuese, ne përsëri thomi kryeministri nuk e ka shkel vilën e kuqe. Kur kryeministri, fal një sekond, kur kryeministri në mjes thot jam babai i drejtësisë re, garanti i vetëm, dhe në darkë mbledh grupin parlamentar e thot këtu fillon lufta kundër drejtësisë re, do ndryshojmë kodin, do ndryshojmë ligjin. Kjo është vija e kuqe. Prit tani, një minutë. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë paguar para nga paratë e taksapaguesve të vendeve të perëndimit, zotëri. Dhe sot, po ti po thua ato që them unë, fjala që thot përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Shqipëri, delegacion Bashkimit Evropian, është motamo është demokraci. Thot zotëri, qasu ndryshe ndaj heqjes së mandatit, se do dalë dhe ka jo thirrja që me të drejtë thot nuk mund bashkjetojnë dy masa, që tha Kreshniku. Po, nuk mund bashkjetojnë. Po SPAK-u fillimisht ka bërë pezullimin për të parandaluar ardhjen e pasojave tjera të rënda dhe mos pengimin e hetimit deri në prevalon masa e dytë. Ndërsa, duke u njohur dhe me çështje të tjera dhe akuzat që ndoshta nesër apo pas nesër do të komunikohen, i është drejtuar parlamentit që kemi të bëjmë, nesër mund të ndryshojë dhe akuza, mund të mos jemi më para ndikimit paligjshëm në tendra, po mund të jemi grupi strukturuar kriminal, sepse zëvendës kryeministri i Shqipërisë, 5 ditë mas është komunikuar marrja akuza dhe marrja pandehur, në SPAK ka shkuar në Vlorë. Ka shkuar në Vlorë dhe ka marrë lexuesit e faturave të ujit të Vlorës. Dhe ju ka thënë ju jeni grupi strukturuar kriminal. Ato që i kishte komunikuar SPAK-u për vete, shkojnë dhe ja thot punojnë po pse Shqipërinë ata faturistat e Vlorës e kanë vjedhur. Ata e kanë vjedhur Shqipërinë. Apa këto drejtorat dhe kjo ministre që ka bërë tendra, jo pak, po 9.3 miliard euro në 6 vite. Kush e ka vjedhur Shqipërinë? Ndaj dhe duhet jo me emocione, se ndoshta unë e ka përcej pak emocionin, por duhet jemi shtruar dhe të mendojmë mirë me gjakftotësi që ata që e vjedhin Shqipërinë dhe shqiptarët duhet të shkojnë një ditë të bukur të përgjigjen para ligjit. Këtë javë kemi një lajm nga Beogradi që kuvendi serb, parlamenti serb e ka zhbër prokurinë e vetës të posaçme. A ekziston rreziku që njëjta gjë të ndodhë dhe në Shqipëri? Teorikisht po. Sepse ti ke një anë që deri dje quhente strukturë kriminale dhe nga ana tjetër këtë personazhin kryeministin i cili në të gjitha rastet e mundshme kur i preken njerëzit e vet si në rasti konkret, mundohet në të gjitha mënyrat domethënë që ta të kurrë si strukturë. Unë besoj fort domethënë që Rama me qeverisin që ka brenda një haku kohor të shkurtër do ndërhyj qoftë te kodi penal, qoftë edhe do tentojnë ndoshta edhe tek ligjet që prekin SPAK-un. Se sa pastaj do ketë këll që të përballet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë mund të ndryshojë për shembull? Shiko, ka një gjë. Po ta vini re, Rama sot ka bërë ndarjen e tij se me këtë do jetë. Ka heqë dorë nga Bashkimi Evropian, pavarësisht se zgjedhjet i mori me idenë Shqipëria në Europën 2030, ka heqë dorë dhe ka zgjedhur Amerikën. Jo pa qëllim, domethënë po ta shikosh, do marrin pjesë te bordi i paqes në datë 19 ku do shkoj në Amerikë, dhe po të vërësh re ti dhe taj bordi i paqes Ramo, hiq Hungarinë, gjithë pjesa tjetër është Europë lindore.
Sepse gjithë botë Europa perëndimore nuk e ka mbështetur bordin e paqes. Pra aty s'ka as Angli, as Franca, as Gjermani, as Danimark, as Itali, as Portugali, as Spanjë, as gjë pesgjë përveç Hungarisë. Duket që Rama ka zgjedhur të fortin, them unë, në rastin konkret. Midis Europës dhe Amerikës, në rastin konkret ka zgjedhur Amerikën. Ndaj një deklarat e tillë e Europës, e cila duhet ta pranojmë, është shumë herë më shumë burokratike se sa Amerika, nuk është se i prish shumë punë në këtë aspekt. Sepse janë po këta Europianë, Baba Ramo, që një gjë thonë kështu sot dhe mos u çudit kur ose 3 muaj, si puna e saja Marta Kos apo atje që thoshtë do dalim me deklarata, domethënë pas sens fare logjik, zgjedhjet këtu ishin shumë të mira, populli shqiptar është i mirëkamur e historia të këtij tipi. Pra kemi të bëjmë thjesht me burokraci. Dhe Rama këtë çështje ka zgjidhur, sepse e ka kuptuar, bëhet me të fortin. I forti global sot është Amerika, sot është Donald Trumpi, atëherë a ka mundësi lobim të fuqishëm për të qenë pranë këtij personi? Dhe lobimi dha frytet e veta. Nga Izraeli, po shkojnë në Washington. Na pëlqen apo s'na pëlqen, sepse ne besojmë fort që kemi një qeverisje super të korruptuar, në planin personal, ai ka arritur majat. Dhe njerëzve këtu ka mundësi të thotë me këtë, e kam fjalën me Berishën, apo me këtë lloj opozite, unë deri në 2041 nuk e lëshoj pushtetin. Pse e preka pak që para të pjesën e kodit procedurës që edhe... Po jemi tek deklarata e BE-s dhe qa do zgjedhë i Rama? Do zgjedhë i mes fatit të Ballukut apo integrim? Edhe njerë, BE-ja e ka pjesë të retorikës së vetë, këtë marrëdhënie, këtë do të dëgjosh tërkohën, këtë ke parë tërkohën. Kur ti në kushtetut ke futur, organizatën... është retorik si pas teje, nuk është paralajmërim? Nuk është paralajmërim? Po gjithmonë kështu ka folur. Ne këtë kemi parë. Kemë vajtë ministrat jashëm në strukturën e posaçme, kanë vajtur në GKO, tjera, bëni detyrën, bëni këtë, bëni atë. Kjo marrëdhënie është dëgjuar dhe vazhdon të dëgjohet. Ne kemi disa probleme, dhe para njërë drejtësinë, neve e kemi lënë dorë ndërkombëtarëve. Është gabim kjo. Organizata ndërkombëtare monitorimi. Ndoshta nuk e bëm dot vetë mirë, ndaj. Shiko, reforma dhe... më let ku duhet të dalë, të kjo pjesës, kjo na prek të gjithëve, është pjesë e dinjitetit e para. Tani Spaku nuk është më i vogël, vajti 6 vjeç. Ka 6 vjeç, sepse edhe këto problematika që kanë dalë sot, po ta shikosh, janë fenomene të reja që po i dalin në Shqipërisë. Nuk e dëgjuar ndonjëherë përpara që është pezulluar ndonjë ministër në Shqipëri. Pra janë disa elementë të cilët kanë dalë dhe po marrim përplasje sepse ashtu siç ishte neni 242 që e përplasje me 103 në Kushtetutës dhe kjo është një marrëdhënie tjetër që nuk është prekur dikur më përpara. Nuk është arrestuar ndonjëherë kryetar bashkie në zyrë për arsyet e tjera. Nuk kanë ndodhur këto debate mes prokurorit edhe kryetarit bashkisë në sallën e gjyqit. Ajo që dua të them unë dhe i qëndroj kësaj pike është duhet ndarë pushteti i gjyqësorit edhe nga organi i akuzës. Këto përveç se që janë brenda boshtit të sistemit drejtësisë, këto duhet të ndahen. Spaku ka marrë më shumë fuqi sot dhe bën kontroll mbi të gjithë institucionet. Sot, por harrojmë që është gjykata që vendos në fund. Por sa e lirë është kjo gjykatë? Dhe kjo është marrëdhënia. Tani të prekim ku dolën gjithë defektet. Që nga viti 2016 e deri tani avokatët, juristat, specialistët e tjerë kanë nxjerrë 1001 probleme për sa i përket kodit të procedurës dhe mënyra e hetimit paraprak në Shqipëri. Kanë probleme të jashtëzakonshme. E pam vetë se çfarë po ndodh. Çfarë duhet ndryshuar sipas teje? Ja, një sekond, ta shpjegoj. E para njëherë gjatë hetimit paraprak, avokati e parashikon kodi procedurës që duhet njihet me akte, duhet marrë një kopje të akte, të pyesi çfarë faze është hetimi, e tjera. Është palë edhe duhet të interesohet për këtë pjesë. Nuk merr kurrë përgjigje, edhe pse kodi procedurës e jep opsionin që duhet i drejtohet gjykatës për të marrë informacion, për të detyruar prokurorin të japë informacion, nuk bëhet. Pjesa tjetër që është pjesa kyçe. Në momentin që thritet një person i pandehur që i komunikon akuzën, nuk mjafton 10 ditëshi
për një dosje voluminoze, sidomos të këto të spektrit të veçantë, që ai të njifet me gjithë dosjet të paraqesi parashtrimet e veta, me memo e tjera. Iku kjo. Problemi është tjetër që vihet në seancën paraprake. Afatet kohore janë të tilla në bazë të procedurës që nuk të lejojnë të shkosh tej limiteve të cilën e ka gjyqtari i seancës paraprake. Po tani, e patë sot që ndodhi. U larguan nga salla, nuk e di si që lexova, nuk e di se sa e vërtet është, që kishim një bojkot dhe largim të avokatëve të Velia, dhe Velia i larguan nga salla, ndërkohë gjyqtarët, një sekond. Ka 5 muaj që është në Mondi. Thirrja, 5 muaj që është këtë ditë. Ska lidhje, po mos e preka burr tani se unë se preka ty, nuk të është, po flas. Po preka Erioni, nuk të preka Mondi. Marrëdhënia është e tillë që shikoni ai veprim që ndodhi sot, në një prej gjykatave do të prishet. Ky veprim i sot. Dhe pse po e them këtë? Në Shqipëri duhet të fillojë procesi i update-it, i rregullimit të kodit të procedurës penale. Duhet të fillojë ndarja e pushteteve brenda drejtësisë. Mondi, procedura dën shumë kohë. Thirrja e profesionit Bashkimit Evropian është për Parlamentin e Shqipërisë. Shqyrtoni, ju thotë. Shqyrtoni mandatin. Tani detyrën tuaj, ju thotë. Ne du të ndalmi këtu ke thirrja që bëjnë ata. Fakti që ne... Mire shqyrtova unë thotë Rama, që votoj Parlamentin. Okej. A i të marrë vendimin si do. Fakti që ne në tranzicion jemi të monitoruar nga Bashkimi Evropian... Po vajtëm 20 vjetë. Po pa për 20 vjetë. Pa a i thot trajtoj pavones kërkesat për heqjen e imunitetit të antarit ti. Tani Parlamenti e rëndësishme është duhet mlidhet njerë pa tjetër, pastaj orat mos ja heqi mandatin. Por problemi është tu, nëse ne jemi të përgjegjshëm përpara kushtetutës, ligjit dhe detyrimeve që kemi për të integruar, sepse thot për përparimin e Shqipërisë drejt antarësimit të Bashkimit Evropian, ose deklarohet ka mbyllur derën dhe nuk duhet hi, ta thot më Edi Rama, se Edi Rama faktikisht nuk duhet hi në BE, nuk e ka dëshirë më, e ka lojë, e ka sorolatje dhe talje me gjithë përfaqësuesit e BE-s. Edi Rama nuk e do Bashkimin